jemi takuar në kohë dhe vend të gabuar, sa u munduam të dy, edhe male ti kishim shty. Nuk të vëfaj as ty as vetes, janë thjesht grackat e jetës. Nuk i bëmball njeri, nuk i bëmball as unë as ti. Pa fat ishim në jetë udhëtar, nuk e gjetëm yllin polar, nuk e gjetëm kepin e shpresës. Pa fat vetëm dy udhëtar, pa albumin tën familjar, pa fotografin e martesës. Unë dhe ti jemi takuar në kohë dhe vend të gabuar, sa u munduam të dy, edhe male ti kishim shty. Nuk të vëfaj as ty as vetes, janë thjesht grackat e jetës. Nuk i bëmball njeri, nuk i bëmball as unë as ti. Pa fat ishim në jetë udhëtar, nuk e gjetëm yllin polar, nuk e gjetëm kepin e shpresës. Pa fat vetëm dy udhëtar, pa albumin tën familjar, pa fotografin e martesës. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin e fundit për këtë javë e diele, Millennium Resort, Cima Construction, Golden Eagle, Aida Doçi, emrin? Fidan. Rustem, Fidani. Sonte do na më morë me politik pak, për arsye se në emisionin është aktus, po pijet gati, stafi është shumë i kujdesshëm, për arsye se po mdoket i kemi shumë afër zgjedhjet. Ti shomi që është përshkojmë këto zgjedhje në këtë vit që po i presim, besoj që kanë më konë po thojnë që një javë në ashme, na politikë s'merë me vesh, po që është nim na, që ashtu thojmë. Sonte kemi ftuar një mysafir, burnor, më me thonë lirish burnor, më me thonë njëni prej 3, 4, 5 deputet dhe me të zeshëm të kësaj legjislature, e presim me shumë do drogitje General Daud Haradinaj. Një mbrëma, një se erdhe, faleminderit. Një sen, po ta garantoj, se këtu do drogitje i një rallë, këtë na vi mësafir kështu gjata, deputet, pra pas ke më bo. Unë s'jam kandidat, po hajde. Lojmë i parë. Daud Haradinaj nuk është kandidat për deputet të kuvendit të Kosovës. Garant për të ka më bo kryetar komune. Garant. Në Prishtina? Jo, në Dëçan. Ma modhe për Prishtinë, kryetar, po të thamë tash kryetar pe fillimit. Ta kemi lënë pijen gati. Mirë mamë dhe mi se na erdhe në emisionin tonë në Kosovë Show. Të kemi thirrë një 4-5 herë, po tu ti po agjendat, të kemi arsyetu. Se rastet të ndryshme, seancat jashtëzakonshme, ramushi anej, edhe thamë që tashti është pak më qetë, se me baba kemi hinë zgjedhje. Kush që në zama juve s'ka? Jo, besa ku ti zgjedhje, ne ju vim pak si... Pa thirë! Pa thirë, po... Mire ka, që njesin qëtë, ma! Fillimisht në emën të shikuesve tonë dhe në emën të stafit tonë ja urojmë lirimin e zotit Haradinaj. Faleminderit. Shpresojmë që mos ndodhë më një gjë tillë në asnjë vend të botës për zotin Haradinaj dhe shumë tjerë që janë të ndjekur, fatkeqësisht ndjekur në thojza Prishtinë nga organet serbe, e që disa tjerë po thojnë pej frynka pak. I kemi një shpert të deklarata, Dauti bën thirrje për luftë. A dhe fillimisht do na më zbërthuj çton në fund. Unë e zbesoj mas pari. Jo, unë s'kum bo thire për luft, unë kum bo thire mos me na qunë luft.
Kundërta u konë se Serbia do të me ditë që edhe me shqiptar nuk luhet përjetësisht, duhet me pas kujdes edhe nuk duhet me i fryz jemit. Buk falesht edhe kumë thonë edhe për Seriti, se po që se Ramush Haradinaj do të ishte dërgune në Beograd, atër nuk ka pas asë një mundësi për me kontrolu situatën, edhe këta ta thëmë e binë djetë plotë. Shka i shbo, Daut? Gjithë shka i shbo, si që reagimi i masës ose reagimi qytetarë nuk pytë kërkan. Ajo është si vulkan. Fshin? Edhe nuk i ke pas 50.000 trupat NATO-s në Kosovë, në 2004, i ke pas disa mi u leksa, unë mi koha shaka pas, edhe qatë shumë kur ngarkohet masa shoqënia, shpërthen edhe të një mash vonë dikur. Edhe unë ju këmbo me dije që mos luni me kësi gjana, që ju këmbo me dije faktorëve që kanë përgjithsin këtë rast, po njëtën kohë dhe Beogradit, ju këmë thonë që mos i kesh përdar situatat edhe me theks veçan të Serbë të Kosovës, sepse këta të partë janë që do të ishin spidu pe reagimit qytetar. Dojna, mas pari me i gëzuar për lirimin e zotë Haradinaj, edhe misën a jërë në emision. Dojna më këthy në kohën e para luftës kërë konë Dauti i ri, kërë konë Dauti kështu adoleshent. Aloja më i ri. E di se nuk i ki vjetë shumë, aloja i ri, po kërë konë adoleshent kështu në pasën e rej. Atë kujtohet e pa ta pyt Ramushin kërë konë këtu, më pa të thonë nuk u zeme të regu, po ty atë kujtohet simpatia parë kërë ke pasë shkollë kështu. Se djali bukur i madhë kështu, sigurisht, ke pasë e pa simpatie. Luja jo të zbesoj si në shlirë. Garant se kur në shte kam i mingre veshtë. Po thua? Si dhe që të po natyresht, po një punë është dhe me thonë që si shdo i ri. Unë jëmë konë situata tjera në atë kohë, nuk ka pas shumë vajza në shkollë, natyresht se kemi pas shoqnit mirë. Jëmë konë zanë që mirë, kemi kalu mirë. Pa që për të prej, pejnë e këni pas nga të, pejnë e këni pas nga të. Edhe Gjakovën. Gjakovën ma shumë moshë këtë jenë të bukur. Nuk isha thonë atë, po. Ja, sigurisht që jenë edhe terma të bukur, normalisht. Kujtohet pak. Nuk është ndashme dashun pej këti pozicioni që e kam pambarësisht, në më thonë që se cili i ri ka simpatinë e vetë, rritet me atë energji, po me rëndësi është që kemi kalu mirë dhe rrujmë reciprocitet misist përhershme me gjithat shoqni që unë e kumë pasë. Do me thonë, pas ke pasë shumë datë kohë shoqnit, kështu që e runë reciprocitetin ala. Shoqni në kuptan edhe shokë të shkollës, shoqët e klasës, shokë, do me thonë, ja, nuk jam për atyne që kom simpati për marë që këtu ta siguroj. Jo, ajo dijet, ajo konë kështu tip aventurierë, fata, di se djali pashëm po, djali mirë po, zotni po. Nuk janë konë shumë rëthanat që janë sot, po naturisht jemi konë gjallë edhe na kemi rënu, edhe pëse në rëthanat tjera, po jedhe ne kemë shiju, pavarësisht çfarë do situate që jemi konë. Në për këtu shkollat që në konë këtu në herë, se unë si këmë rri pak, se pa luftës i keni pas këtu shkollat shtëpine për private, dhe e keni pas shtirë, sigurisht me jetuat to që i keni dashtë, normalisht, edhe pëse një kotri, po më intereson edhe pak, në basë para luftës, raporti juj me Ramushin. Që ka qenë raporti juj? Se tonë kemi vllazën, po me njonin pak ma shumë, pak ma... A është? Me tonë drejtën unë se kum njoftë Ramushin. Do me thonë se kum rri me njoftë se Ramushi është largu në ushtrinë të ishë Jugoslavisë të 8-9, pastaj, do me thonë ato fërkat me Serbinë, në 10-91, në sistemi paralel protesta që e në konë, edhe ka pas kënë nëse s'ga bëjnë një kacafytje me policinë serbe në atë kohë, dhe është largu pej Kosovë, kur mu, për shumë më ka dhonë mundësia, ma shumë i njoftë është mas vrasës Luanit. Dhe të të në majnë 97 e tutje, ka ra ma shumë me njoftë, po gjithmonë të një veç në rëthana krejtjera, jo shumë rëthana private, edhe kështu që gjithmonë e kemi pas një komunikim ma shumë natyrës punës se sa natyrës familjar, për dalim për i tjerve që jemi konë të amon si familja. Sa s'patra me para Ramushin, mu taku kështë fizikisht? Ka ardhë disa herë për vitri, do më thonë viken kalimi ilegal që bëjke në atë ko, po nuk në ka ra me najnë kuptimin, do më thonë ka ardhë një natë, 2 natë, ka vazhdu për Drenicu u këthy, ka naj prap një natë, ka vazhdu për Shqipëri, do të nuk ka pas nuk kom naj moment që unë e kisha kujtu kështu veçan, po naturisht që i ka ra dikon 7-8 vite, do më thonë ko që nuk ka ra pa najtë, edhe mu edhe kretë familjes, kuptohë, do më thonë që Ramushi u konë situata tjera, u konë për ndjekun pej Serbisë në Kosovë, në kohë pej 91-ës, nëse në 10 apo 91-ën, e kështu, do më thonë, u konë një periudhë bukur e gjatë. Pastaj, do më thonë, në 97-ën, mas Ramës Luanit, ka arë ma shpesh. Do të ka arë ma shpesh, ka nej ma gjatë. Sigurisht. Në fund, nëse s'ka bëjnë në fund 97-ës edhe në fillim 98-ës, të një veç përfundimisht e ka lëshu u Zvicrën e ka arë në Kosovë,
si rezultati asaj të një derani dhe veç kur filloja i farë konflikti i Jasharëve, veç Ramushi ka qenë, dhe me thonë, nëse duhet këtë qenë në Tiranë, pas ta ju arë në Kosovë, e kështu me radhë. Ma përmene pak Drenicën, në 2-3 fjallë këtu, po më intereson, ti ke qenë ma shumë i lidhëm më duke me Drenicën, se i ke kalu një pjesë të madhe, edhe dalja UÇK-s s'ke ndijet ma, të kene qenë njëni prej aty në 3 ushtarëve të UÇK-s, i ndjeri Mulkresniqi, ju dhe Regjepi. E vërtet. Ke lëviz ma shumë Drenicë. Në atë kohë, dhe me thonë, Drenica ishte aja farë bastioni Epicendra, UÇK-s, e po tërmetit. nuk është të tepërt me përsërit, dhe me thonë, meritën e tyne të asaj kohë, ka pas burat mirë, fatkeqësisht shumica për tyne sot janë dëshmorë ose herojt kombit, por po më ka ra ma shumë, dhe me thonë, në burat në laj, më ka ra më për kazë në laush. A ki shok, sigurisht që ki shok hala shumë Drenicë. Nuk me ndoj që ka në bashkëluftare jemi që e kom njoft në atë kohë dhe që nuk e kom shok edhe sot, ata që i kanë bjetu luftës kuptohet, por respekt edhe për ata që e kanë boje dhe... Mirë, sa vota i ki në Drenicë? Nuk e kom këshyrë Se këshyrë kohë në këtë drejtim, nuk e mati gjithë shka me vota, naturisht se mas lufta, dhe me thënë, morën kaje politike, unë mas luftës këmë vazhdu me shërbim në TMK, pastaj probleme tjera që më kanë dalë rrugës, por reciprocitet misi kemi pasë edhe sot e kësaj dite nuk është të tonë gjithë në votë. Mirë me i pas, nuk është kur gjo keq, me i pas në votë është mirë, së të një farë respekti. Mas luftës edhe sistemi, dhe me thonë, i partive politike u konë dhej dikon një farë regionalizimi. Nuk po thonë provincial, po ka qenë, dhe me thonë, një farë votimi njerëzve lokale, absolut, dhe me thonë, kjo nuk është vetëm për Ndërnicë, kjo vlenë për Dugagjen, vlenë për Lab, vlenë për Anamëra, vlenë për Prizren e kështu me radhë, por duket që ka një hapje, dhe me thonë, edhe Ndërnicë edhe në Dugagjen, dhe me thonë, kanë fillu parti tjera, me marë për shumë në Dugagjen, duket që ka levizje për shumë vetë fakti balotajët në Drenesë dëshmon që edhe kjo mos harroj bën edhe nderë edhe Drenicë, sepse është në kuadrë frymës demokracisë, që lejohet njeri me mendu edhe ndryshë, dhe me thonë, nuk në kuptan që detyrimisht kush është me prejardën të asaj zone duhet i jepet besim, mund të ketë burat mirë edhe jashtë asaj zone. Sigurisht. Dhe gratë mirë në kuptohet. Sigurisht. Do e me lanë kohën e luftës e sigurisht ka ra shumë me full. Do e me lanë, do e me lanë, pja lanë historisë dhe njerëzve që kanë mund me këtë mund, do e lanë më kësu tash në kohën reale ku përjetojmë tash. Këthemi tash të epicendra e debatën në parlament është demarkacioni. Që është shumë rëndësi, edhe një farforme opozita vazhdimisht po thot që kufini ku është tu pretenduta qeveria, nuk është dikon në qakora atinal, qka do të ndodhë me këtë demarkacion? Kjo pyetje, dhe me thonë, është po thuj se orbiti mërty, po në tashe 18 muj, por qka do të ndodhë, unë po të tomë shumë thjesht, dhe me thonë, po që se ka një qeveri normale, serioze, zgjidhja këtij problemi është për 5 ditë. Hapi parë është, me thonë, emrimi një komisioni të ri profesional, që do të ishte i pambarën edhe do të kryesoj për njerëzve të cilë e kanë dëshmu dhe i tash që e kanë seriozisht për kushtimin për demarkim me malin e zisë. Hapi 2 do të ishte një grupi 2 politik i cili do të ishte i gatshëm me negociu me malin e zi. Mali i zi ka raporte shumë të mira me Kosovën, na kemi shumë të mira raporte me malin e zi, na jemi pothuaj se sponsor të hyrave dhe materialen malëzi, sidomos në sezonën verore, me mija qytetarë të Kosovës shpenzojnë mjetë në ulqenë në ato pjesë tjera dhe kjo nuk në kuptan që bojnë kesh, bojnë mirë, sepse është drejtë edhe qytetarë. Edhe kjo problem do të ishte zgjidhur me një marrëveshje të re shumë lehtë, por ka pas një kryenetësi të institucioneve të Kosovës, një ignorim i kërkesës tonë për mujtë tonë dera një sa e arte gazi. Dhe me thonë, veç kur ka fillu gazi, Lotësjallë, sësa i Molotov në parlamentin e Kosovës, atëra kanë pa që diçka nuk është krejt në regull. E nëse dikush më ndonë që është individuale, kanë gabim, dhe me thonë, se është letë një nëzit një shoqëni drejt një konfliktit mëjshëm. Po thonë livalët e Ramushit? Në pa përgjegjshëm njerëz, dhe me thonë se Ramushi është i vdekshëm, po territori do të mbetet këtu, brez mas brezi. Edhe na kështu të hek dorë për i territorë, Mali i Zi është i ndërtu mbi tokat shqiptare, po thuj se në mas të madhe. Nëse dikush me ndonë kështu e ka shumë gabim, nuk është ajo në pyetje 8800 hektar. Jeni pati që ka që bëllë pas një daut, nga shta talen në jallë ty, 8800 hektarën shumë. E kur bod në fjallë për demarkim, me një shtetë fëqin, nuk do të me e këqyr interes i kuj është në nivel të ngusht. Do të me pasa dëmtojt shteti Kosovës. Ta po tojnë që nuk o zvoglu Kosova, njëtën ko dalin tojnë po rritët Mali i Zi për numrat njëjtë.
Atër si është në mëshme më rrit kujshia... Pa u zvoglu ti. Pa u zvoglu ti. Diçka këtu nuk po funksionon. Unë shpresoj që do të merrni një drejtim kjo punë edhe... Shumë shpejt. është e pa drejt kjo edhe, unë e kumë thonë edhe në parlament e përsëriti, është e pa drejt pëse ju ka nu si kusht edhe vetë Kosovës, edhe pash kë Zonjan Fajon që tha ka qenë kërkesu se pranim i institucionëve të Kosovës për me qenë kusht për liberalizim. E tashti, a do të shkon kjo në përjetësi, në rëthana që jemi do të me prunë kuven me votu kondër me rëzu, edhe me që në arbitraj varianti funit. Qeveria i ka numrat për me kalu demarkacionin. Natyrisht. Kështu për morim kështu. Absolut. Po e zomë, ja unashme kalon. Po e zomë, qka do të do nëse kalon? Sepse kjo është shumë rëndësi, nëse kalon, se këta për te sa kanë vota me votu një president, ose me ndëshu një nën të konstitutës, ndoshta edhe këto e kalojnë, se me gjatë një, po më do këtë kalohet, nëse nuk ka bëj. Mojnë më bo si Zonja Meri me këti për gjonin me bo para rëgjit. Po jo, të si Zonja Meri, po jo, po shka nëse ndodhë që po kalaj ka një avanashme. Ja, nuk ndodhë kur gjo se s'ka me kalu. Sepse jënë deputet vetëdeshëm, edhe sa ma shumë që i përmenën zgjedhje, sa ma shumë që ju afrohesh zgjedhjeve, deputet ju friksohen votës, sepse qytetarët e Kosovës në gjitha opinionet, në gjitha sondazhet, në gjitha ato që janë bërë teste, janë kundër dhënies territorit në kompenzim qoftë edhe të liberalizimit viza. Do të thotë nuk janë të gatshëm me votu, edhe unë nuk besoj që ka deputet pjekun politikisht, sidomos ata që vinë për asaj pjesë të Kosovës që japin votën për këtë verzion, sepse ky verzion është i gabueshëm. Regjia mjafton se kemi kryeministin lidhje të drejt për drejt, po më duket ka votu për Angli dhe prej Londrës direkt. Nëse muj me pas një linje të kryeministit Mustafa, Regjia? Spore duhet shfryzoj rastin që në emër time si kryeministër në emër qeverisë të Republikës të Kosovës, që uroj ndjerimin e zotit Ramush Haradinaj nga gjykata kollëmarit Francës. Edhe kjo një dëshmi e një luftë të pastër shqyrtimtare. Dhe kjo fiture nuk i dedikohet vetëm zotit Haradinaj, por gjithë popullit shqiptar, ku do shëndodhen. Pra urime edhe një herë. Edhe është zoti që të mos ketë më kësi lloj ngjarjes që nuk e bëjnë ndjen një gjithë popullin shqiptar. Ndërsa sa i përket zgjedhjeve, pra ne jemi duke punuar intensivisht që njërës që ne të avim që të dhecim Kosovën edhe në këto do të në këto në kohë kur Kosova ka më shumë të nevojë që të punohet më shumë për të nga gjithnjë, por që të dhecet nga dikush i cili din të merr vendimin kohën e duhur. Me të vërtetë jemi ne si qeveri duke bënë një punë të palashme, një punë që as qeveritë e vendeve tjera më zhvilluara nuk do të mund të punonin kaq intensivisht. Është një punë që jemi duke bënë jashtë kornizave normale, vetëm për zhvillimin e mekanizmave të shtetit. Ndërsa se i përket demarkacionit, jemi në këtë pjesën kur demarkacioni do të ratifikohet në parlament. Demarkimi me mol 20 do të bëhet, për arsye se është një proces i rëndësishëm për shtyrjen e proceseve përpara, në mënyrën më të mirë të mundshme. Çdo deputet i parlamentit do ta votojë këtë demarkacion, për arsye sepse secili bart peshën apo përgjegjësinë për punën që është duke bërë aty si përfaqësues i popullit. Pra, demarkimi është një proces që do ta shtyjë vendin përpara dhe pa me dyshim që do të ratifikohet tani në këtë një periudhë shumë shkurt kohore, që do të kalon parlamentin dhe do të ratifikohet. Pra, për këto mos keni fare me dyshim, po ashtu mos keni as një lloj keqkuptimi apo mos keni do ta cek as një lloj me dyshim se Kosova do të humbë territor, Kosova nuk po humb asnjë metër territor. Pra, natë sipërfaqe që ka qenë me ato do të mbetet. Se nuk kam çfarë shtoj tjetër, vetëm se të kaloni mirë, Kosova po ecë përpara në proceset e saj dhe pa më rakse ne do ta zhvillojmë shtetin në mënyrë më të mirë të mundshme. Kalofshi sa më bukur. Përshëndetje për ju. Faleminderit shumë. Do me kalu po duket. Kryeministri po do të me kalu. Edhe tha ton ka me votu. Këtë rast edhe ju të jeni deputet. Tashti na si opozit, shpejtemi kemi 37 deputet. Po. Asnjë më shumë. Ndërsa koalicioni ka 87 deputet, nëse s'gaboj. Marakot. 88 plus minus aty pari. Në këtë rast nuk janë të enal në këtë proces, nuk janë të enal vetëm deputet e opozitës, por unë mendoj që ata të vërtetit, ata që kanë dëshmu vetën që janë përkushtum, janë pikërisht deputet e pushtetit. Që nuk do me votu. Nuk janë pak, po vetëm një subjekt politik për shembull deklarohen rreth 16 deputet. Do të a keni kësi SMS-a për shembull të pozitës, nuk e votoj mos jam nin ose hajt se nuk bëhet kjo punë leti shefin që ka thot. A ka kësi kanë herë mes grupe parlamentare? Ka. Ka, shumë ka, edhe ka diskutime të përditshme.
Na atë pavarësisht ka sheni jo drejt për drejt në për seanca, në bife, po jo thëmë që gjithë rrimë bashkë. E hajnë në i pull. Pullas, rrimë që s'ka është. Do boreka për binin pa uza kanë herë ku po ka gaz lëthjallë s'pi hani shpejt. Në rëthanat shpejt asë s'ki që ka bënë, do të më gjithë dishtë. Mirë, e të gjumë ministri, regjia ma bëjnë me njëfti me dhije sepse e kemi prononcimin e partë të zotë Haradinaj që është këty tash nga pronca. Po nëse mundeni prononcimin e zotë Haradinaj. Përshëndetje, shfetim. Përshëndetje për audiencën jujtë, unë e kullushme, përshëndetje dhe për ty, do. Shpari duhet shfrytëzoj rastin, mi përshëndet gjithë shqiptarët ku gjendën e të diasporë, se nuk më dha rast që që më thy prej komunit Fransë më drejtu për emisionit juj, një emision pra që ka një shikush me riva, ja këtë madhe, që ju fërgëzoj për këtë punë, du me përshëndet krejt diasporën, shka gjendën jashtë krejt shqiptarët që gjendën diasporë, krejt gjithë shqiptarët që gjendën mrena Kosovë, kudo që gjendën se s'm kanë lanë as një minut muni vetë, gjatë gjitha periuda që i kon kalu, asë njësë kalon mundi vetë, asë në këtë periudën e fundit, se ndrova në kodmat Fransës, me fjallë që Ramosh jemi me ty, Ramosh Kosova me ty, besoj jem fjallë që të angjallin kësërim, është me fytë, s'kanë sfida që të vinë për fara, me të vëtet shumë falinderit për juve, besoj se s'ko me ju dalë haki kur për këtë msherit që ma keni dhonë, po gjithmonë komunu, gjithmonë një këty me të mira, sa në njërë më sa më të mirë punshme që muna. Pra dhe falinderit. Nërsa se i përket zgjedhjeve jemi një proces ku jem të komunu me bo ndryshime për vetëm të mirë të Kosovës, se është një periudhë se me të vërtet Kosova ka nevojë me zhvillu, me avancu për fara, ndërsa jem duke punu në teren, jem duke dhënë maksimumin që me këtë qeveri prej pushtetit, se me të vërtet në kalon shumë procese mrapa, nuk janë të vo punën më të njërë të mundshme. Ndërsa, pra, di me thonë që se një ndryshimi madhë ka marrë për Kosovën, me të vërtet që kena mi shtyt proceset për fara duke mos sundalën nga shkush, nga një vend që njësë nuk në do në zhvillume që s'na do të mirën. Gjitha që nuk në do në mirën, gjithmonë ja u kanë të regu, vendin pa me dyshit që kemi ja të regu, edhe aty nëse prapë kanë më munu, na pengu në proceset tona që në të rëndësishme për vendin. Ndërsa se për këtë demarkacionit, për demarkacion, me të vërtet ratifikimi do të bëhet, demarkimi me mal një zi ka mu bëhet, gjithsesi është një proces i rëndësishëm, po jo në këtë mënyrë që kanë nënshkru këta qeveritarë tonë. Mënyrën se nuk mund të askush me marë prej tokës Kosovës, nuk mund të askush me marë as një plam, as një centimetr, se u der gjak e kemë bëhet, kur gjaj farë sakrifice, me me ta kuvin këtë njërë që qënë. Jo me jetë do të ati që kërkon të pej venit tonë, as kush nuk mund të me ja pej venit tonë, venit jonë është kyç është, me këta kufi nuk ka kush i ndrën këta kufi mrapa. Pra ratifikimi do të bëhet, po jo në këtë njërë që se kanë bëhet, këta se këta kanë nënshkru gabim. Kufini ka vetë qakot të kulla shlepe s'ka me rama forës, se gjithmonë ka qenë aty historikisht, edhe aty ka me vetë. Për këta mos kënë jasë një loj me dyshje, vetë me një ndryshit marvesjes, ka mu votu demarkacionin që se ndryshohet kjo marvesje si se kanë nënshkru këta. Kufini me vetë qakot, ka mu nënshkru. Ndërsa deshta, që nështë avokalit, është tak fejtë ndem, po mi bëha dhe pak se është një emision aktus, du mi të regu një qare që më ka ndohë me Daudin, kër i kanë të vogël, bëgjel Daudit i kujtohet shumë mirë. I kena pas që nga ka në bëg i thmije, kena pas ka i palë patika, i mashim këtë e shime luë që thmija mo, njerë mi ka pa marë Daudit mija pa më vetë unë në shkom se ma marë senin pa më vetë, nësë në vetë ja jepja pa më vetë jo, mi kish pa marë pa më vetë, kodër vjen mi kish pa dëmtua, mi kish pa bëha për hyja të bolës, neve se janë ngreja veshin, bo kur fort ja ko ngrej veshin, që se rë Daudja sët atë ngrej me të veshin, më mërmenja i kujtohet mirë. Ta pas ka pa ngrej veshin pa kryetari. Nuk o marë me ta ngrej veshin. Nuk ma i modhe. Jo, unë i tha që i kam bëgë lullë tjetëri, po thëtë në qakor, dhe me lonë demarkacionin. Ma mirë ishtë. Dhe me lonë, dhe në qakor ka më konë. Që aty ku është kufini? Që aty ku o kufini. Po e në zomë, shkojmë në zgjedhje. Tash, muj qëshorë mund tjetë, muj me zgjedhje. Po e në zomë që këtu janë nditje, sikur tash, për dhe ke e para, dhe ke e dyta, o ke dhe nisma, ose vendosja para juve. Qysh e shenë ju qeverin? Qysh ka me qenë qeveria dizajnova? Kede me qenë ju në qeveri? Apo ka me vazhdu prapta? Apo cilë është matematike? Se po pritin disa zona se ka me qenë qeveri për dhe ke ke dhe nisma, dhe ke ja me vendosjen në opozit? Ja, tash të Shtjellona pak. Në opinion publik kanë pas njerës të më thonë mundësime po të mirat edhe të bomat që folke parë a i zotnia, të më thonë edhe të arriturat e dinamike, edhe në rrasë se qytetarët e Kosovës se vlerësojnë që ka pas me të vërtet si rezultatës produktive, edhe e jepin besimin. Por është pa ndashme në rrasë se ne para gjykojmë se kush do tjetë me kanë
në qeverisjen e ardhshme. Unë mendoj që Aleanca duhet me punu shumë bashkë me partnerët e vetë koalicionit, edhe jemi të negociu me plot autoritete edhe të shoqërisë civile, po edhe figurat cilat kanë background që me konë pjesë e listës edhe po përgatitemi që ne me zgjedh partnerin e koalicionit, jo me na zgjedh dikush. Do me thonë, jo me qenë të parë. Kjo është, do me thonë, tendenca, janë qëllimi, janë që me i fitu zgjedhjet, por se kush, do me thonë, me kënd do tjetë, gjitha këto janë spekulime edhe janë pa ndershëm kush do që ja veti drejt me spekulu. Ne po të kishim dash pushtet, ne jemi konë, ne kem pas këtë ofertë, edhe tash pej 2007 që 10 vite jemi në opozit, sa herë në afru zgjedhjet, desa në kry zgjedhjet, ne herë na kanë bo me ata, herë me këta, po e vërtet është që ne kemi mbet pa lëkundur në qëndrimet tona. A do të qeverisit me Isa Mustafën? Ne jemi konë në koalicion, Isa Mustafa nuk e ka vlerësu që duhet me konë me neve dhe tash nuk e di sa është të mëjshme, por gjithsesi duhet me pa, dhe me thonë që ka po thotë votusin në Kosovë. Unë nuk kisha pas dëshirë me thonë që Aleanca do t'jetë në ata si me këta, do t'a shojmë ku për na jep hakun, ose sa hise për na jep populli i Kosovës. Atëherë do t'plasim se në çfarë formati do t'ketë një qeverisë e tashëm. Për shembull, me Kadrin? Me PDK-n? Prapë edhe njerë, përsëriti fjallët e njerë. Po, ama po du se e thënë një fjali që kemi qenë në koalicion me LDK-n, po LDK nuk ka ditë fërë për ndjekët. Ishim në ato të blokut tash. Ishim në ato të blokut, po. Ishim në blok bashkë me vetë vendosjen, nismen. Po thu, ata e thynë marrëveshjen, a? Se këtë pjesë nuk e di fërë. Për të irësa na vetëm në opozit, a i vazhdoj me PDK-n, atër këtu s'ka shumë, do me thonë... S'ka shumë dilema, a? S'ka të panjohur, është vetëm një. Ne jemi ku jemi, ne po punojmë edhe njerë edhe besoj shumë që situata është kriju edhe jënë pje kushtet që me shku në opozit, edhe i mira do të ishte me shku të 2 partitë që jënë pushtet në opozit. Me qeverisë ju me vetë vendosin? Pse mos me qeverisë, me gjitha partitë cilat e marrin besimin e qytetarëve nuk o marrë me qeverisë, por mirë do të ishte për Kosovën që të 2 subjektet politike aktuale që janë në pushtet me shku me pushu se në lodhë. Ja, është e mundshme se. A ka matematika? Populli e ka ndorë, nuk ka matematikë shumë, do me thonë rastë qytetarët e Kosovës nuk ja vjepin besimin, ta pushojnë. Do të me pushu. Nëse ju vjepin besimin? Nëse ja vjepin besimin, do të me vazhdu. Të në regullat e demokracisë nuk ka variant dytë, në është vetëm një regull. Qaj që e merë besimin e qytetarëve, e merë mandatin e krijimit institucioneve dhe kaqë. E theni fjallë fillim se nuk do të kandidoj mo për kryetar, për deputet të Kuvendit të Kosovës. Do me shku pak kryetar në Deçan. Po. Pse? Për shumë arsye, po njona për arsye është ma mërmenja që mëj me punu, ma mërmenja që mëj ma shojnë hajrë, ka pas një diskriminim regional. Jo vetëm të Deçanit, po në mendoj të regionit Dugazhinit nga gjitha qeverit e mas luftës. Edhe do të rritet një presion bi ekzekutivin pe nivellit lokal, po flasë që me pas tyra edhe me pas projekte, me pas fonda edhe për atë pjesë Kosovës, që janë 624.000 banorë. Në çfarë formë kishte morit presioni? Basë formës që ju keni raportet më të mira me pjesë të qeverisë, apo? Unë po flasë në kuptimin regional, do me thonë, unë besoj shumë që edhe në Pej, edhe në Gjakove, në Ravec, në Suarek, Aleanca do të jetë në qeverisje lokale, edhe ne do të jemi bukur të fuqishëm, bukur të zëshëm që qeveria Kosovës me dhonë hisen, sajt akon pa diskriminu në region caktum, por është pa logjikshme sot me qua autostrada për nishë me qitë Serbinën në Adriatik, ndërsa me lonë një tretën e Kosovës me një rrugë zorë qorë, pej 2010 sa lasë u përfundu, zdijet që ka Unë bërë. e ti ka të shkojnë në vendlindje që aty, unë e qenja 5 vjetë që aty e gjaj, ku kam vetë? Me dy kacia i korocë, nuk ndreqet gjitha e rrugë. Me dy kacia i kolicë. Pasha zodhen, na nuk kemi nevoj shumë me bo filozofia, aty pej 2010-ës për çdo ditë që e kalojmë atë rrugë është të mërshme, dhe me thonë, nuk o zhjith. Ndërsa në anën e kundër të i kemi rrët 167 kilometra, 4 traksha autostradë. Me thonë, e boni Shqipëria autostradën poshtë atjet Vlorës, boni plot autostrada, boni Kosova këto, neve i kemi 22 kilometra magistrale që kanë fillu në 2010-ën, e sot akoma nuk kanë shku as dhe në krys klinës, që lema për Pej ose për Gjanë. Kjevi në nalë, të dyja. Qa dhe në nalë, po kemi shu të poshtë. Gëzuar. Faleminderit shumë. Dua të rokitje publikit dashur. A do mja reziku në herë Ramushit vendin e kryetarit? A do me qana herë kundër kandidat i Aleancës? Jo, në Kosovës? E para është edhe kur jam hi... Kishte më kohë interesant veç, kështu për... Nuk ka rast të plot në përbot, kjo nuk është rast që ndodhë në Kosovë ndoshta. Po ajo që është me rëndësi është që unë edhe nuk jom hi në Aleancës, nuk jom hi në politikë se unë pas qef. Sigurisht. Unë jom hi në Aleancë, unë jom hi në politikë pikërisht për shkak se e majtën procesin në tribunalit Hagës, mbi Ramushin atë kohë në
masa herë punshohet këtë muj, herat muj, dhe sa dhe më thonë edhe kish nevoj me shty pak proceset, sidomos në rëtana kur tentoj ke më shpal pavarësia Kosovës. Në atë kohë kum hi edhe kum hi në një mahal temë në Dragodan, dhe më thonë në bo antarit thjesht, ju mundu sa ku mujt, i kum fitu votat në Dragodan, edhe aty kum marrë në ndegën e Dragodanit, e pas taj, dhe më thonë, kur kam hi në procesin zgjedhor në vitin 2010, më kanë votu qytetarët e Kosovës. Dhe më thonë, s'ke shku të kështu që po thonë të me aklamacion, në kuvend zgjedhor dhe... Fatbarësisht edhe me dashti me hi, nuk mundesh me hi për shkak se jemi me listat hapura dhe qytetari do të me ta rrumbullaku emnin. Pa nis pe atje poshtë, e më orë ka dal. Apo kishte më kohë interesant me kandidu edhe Ramushi edhe Dauti për këtë takës në zgjedhjet kur të vinë, tash të vetë Ramushi sa vota i kijet këto me mesazh. Se nisa këta se unë thash aty ku jam hi në aleancë, pe ati niveli besoj që edhe për politike do të dal nga i nivel. Po thu? Nga lartë poshtë. Po, tash për i këthena edhe unë edhe një herë, do më thonë nivelit ku jam nis, edhe të besu shumë që jënë ka kryon Gjenerata Breza të ri, ma të sukseshëm, që mujnë edhe me dhonë edhe ma shumë se unë Bollakia Kosovës, shumë fusha, sidomos në aspekt profesional mujnë me dhonë, edhe jam shumë jetarë me ju kryu hapsinë, edhe besoj që në zjedhe ashme, Parlamenti Kosovës të paktën 50% legislatura ashëm, do t'jetë me emna të ri edhe me figura të reja edhe me njerës kualifikume, besoj që... Shpresojmë. Kisha bo dhe thirrje publike që qytetarët me mendu 2 herë kur dojnë me votu dikan, sepse vota e tyne në nënkupton 4 vjetë vendimarrje në ekzekutiv, në legislativ dhe pastaj në ekzekutiv. Qytetarës me mendoj për të listës që i kanë aty, për të numrat që partia i qënë ose... Alla, nëse jemi sinqert, me thonë, na duhet me shku me njerë si na pëlqenjë. Sigurisht. Edhe çdo qytetar mos me ra prej asnjë shefi, asnjë lideri, po me shku me 110, një gjithë 5 më të mirë një allo votën. Një allon kokrën, rëmëllak aty. Është ma mirë edhe për vetë legislacionin, po pse mos me dhane edhe për vetë qytetarët. Sigurisht. Shkojme pak marketing e kthehemi me zotin Daut Haradinaj në pjesën e dytë të këtij emisioni Personte në Kosovë Show. Faleminderit. Jemi rikthyer në pjesën e dytë me mysafir Personte me zotin Daut Haradinaj, i cili na ka ardhur për herë të parë në emisionin Kosovë Show. E thash fillim të emisionit se ka qenë në këtë 4 vjeçar gati, i thojmë, tek Kuvendi të Republikës Kosovës, ndoshta ndër 3-4 apo 5 deputet më të zëshëm tek Kuvendi. A ka Daut, po them Daut pas zotit Daut se po më duket pak larg. A ka kështu deputet të na që ka pak adin në Kuvend klapitën, i kap gjumi, adin këshyri mesazhat në Facebook, adin e bojnë ai koment, ndaj share, ndaj shpendamje, adin që vinë, hajtë që kena me shku në seancë. Ja, ka, vërtet që ka, po me gjitha ata deputet në parlament janë përcaktu në bazë të komisionëm. Po. Edhe në opinion publik do të mu ditë se se cili deputet aty është antari një komisioni edhe e ka një ligj caktuar për shkak që duhet me trajtu, edhe ndërsa për një pjesë tjetër me cilë nuk është marrë për shkak deputeti me atë ligj, ndoshta edhe krijohet një farë kohë. Kuaj mu klapit, po, pak mu klapit, pak na i share, na i like që në Facebook, po. Ta moj me atë fjalimin që e ke pas, atë fjalimin e fuqishëm që e bane në Kuvendin e Kosovës, moj me thonë që prej daljes publike të UÇK-s, ky mund të them ka qenë ndoshta fjalimi më i zjarrt që kemi pas thamanat Dautin e luftës në Kuvendin e Kosovës. A pajtohesh me mua? Se të ka dalë kështu të ka dalë prej mrena kështu. Do rëthanat jashtëzakonshme kanë edhe gazi lotësjell, euforia, protesta, dhuna, policia, hallakam, plus ma keqja ishte se kishte deputet të një partije koalicion që filloj me na sulmu neve si opozit, ma saksisht si aleancë, ma saksisht edhe si Daut, pse unë e pi kritikoj edhe i thash ju s'duni me pas pak keqardhje se të njëjtit njerëz janë që ju, që s'di sa vjetë na keni thonë që shta na kanë lënë rrugove në mirë dhe në temperatura -27. Qova kem qeku, qunur, thuj e haptas, ku që ka lënë gjenozën në -30 gradë? Po, tash dhe unë që më kona aty, po kështu u folga, edhe pikërisht me thonë ka njerë, jënë edhe emocionet që ndoshta edhe njeri din me dalë original edhe populli duhet me e kuptu. A je tip kështu emocionus, do të atë vjen me kajt në herë për shembull? Pa e tash dhe na njerëz jemi, varësisht farë situatë. Situatat të mira, se kësia s'dina me përmenë sonë të mund. Situatat relaksit mira, kështu. Nuk jam bashkëlnishëm, po... Nuk je bashkëlnishëm. Po nuk jetë në barë, në mu. Nuk jam bashkëlnishëm. Përveç politikës dhe profesionet që ki ushtarak tash, që ja këtë më vetit, a ishe morë me naj profesion tjetër. Për shambull këtu dukin e ki gjatë për handball jetë
perfekt edhe basketbol. Ja, unë kom lujt futbol edhe bile se kom thy komën të lujt futbol edhe ma e kom ndërprej sportin, para 4 vjetë. Për ndryshe, në 97-ën, kërë kom marru gjimnazën, unë jam kon student i gjusë dhe letërsisë shqipe. I kemi ndjek ligjeratat, e patën mbyll fakultetin, na patën qune Nazim Gafor. Po gjithmonë, do të thonë, nëse s'është një punë, njeri do të mi gjetë vetit me çfarë. Me çka më marr. Diçka më marrë është mirë, do të thonë njerëzit me pas një vi. A ka një zanat tjetër Dauti për shembull? A dim vlla për shembull me s'po di zanat, diçka në shtëpi, të prishet nxemja, të prishet ajo e derës me himrana, të prishet furra me pik bukën, a të kena një zanat tjetër që u është thub nërë se ne që vetë këtë mundun që kiqen të shlicën. Njerëz gjallë, jam i se cilën punë, po që se dojmë dimi bo, nëse s'dojmë s'dim, dhe dhënë unë A je kontor ka shpija kështu? A tjera e për shembull në mushi, halë Daut se dojmë shku në gjakin, se u prisha gjaku. Ja, më nuk më mërë menja, shtu se kemi edhe njerëz tjerë që mujnë mi bo këto punë, po naturisht, në më thojmë shku në ka tonë, për shembull në kom një bache shumë të mirë. Shkoj kujdes na I këshyri. Çka ke mirë si vetë, çka ke po plan? Inshallah se ka prish që ka prym, qira se na ka bë. Bache na I thojmë ku kemi pem. Pem, çka ke të mjellta? Ka molla, dardha, ftoj, bëjli, qurshi, gjitha. Shka ti ka shoqi, s'ka mi bleas një, I nuk vet bio. Daut na keni tash ndërmend mi falendrua ata që na ndihmojnë neve çdo javë. Sikur ju votu si falendroni në fund zgjedhjeve, na I falendrojmë ata që na ndihmojnë që na të jemi çdo javë para shikuesve tonë. Duke filluar nga Millennium Resort, Daut është një qendër e rekreacionit me lujt. Fëmin, kur të kish shkuar ai ditë I merri që në Ferizaj, kilometrin e 4, ka lojna pa kufi, ti e ki këtu në restorant të bukur, hani drek për çef fëmia lodhen teshen. Bili, unë kam një shoqe, tha, peqaj tha burrin, tha me Millennium Resort, tha petishtin lodra, pe lodhë 2 orë, tha po flanë si këngë natën. I thash mos të qosh shpesh, ti je veç me hongër drek, edhe me në fëmijë me lujt. Faleminderit Millennium Resort. Thima Construction është një kompani vendore zotit Daut, e cila bën ndërtimin e banesave më të bukura në Prishtinë dhe në fushë Kosovë. Ka banesa me pamje ka deti dhe ka mali. Ka deti normalisht se ka ne ka Shqipëria, tash nuk shihet pe aty deti se kushton shumë fjalë, po ka deti janë. Faleminderit Thima Construction. Pijen zyrtare që kemi Daut këtu është prodhim vendor, e cila nga çdo shitje ndon nga 5 cent për 7 shtëpi të njerëzve me vështirësi dhe me nevoja. Pra është pije vendore e cila ka shpërthyer tregun në këtë botën e gjanë Golden Eagle, madje në Kosova, ka arrit në 1 sekond me shit një kanaçe. Domethënë në 1 sekond kjo është një pije që është sukses, I ka mbi 100 punëtor krejt shqiptar. Faleminderit shumë Golden Eagle. Dauti e përmendi shkollën më herët, universitetin, ne kemi këtu kolegjin universitar Fama, të parin në Republikën e Kosovës dhe ndoshta e tha me shumë përgjegjësi është më I miri dhe gjendet në Prishtinë, Prizren, Mitrovica Xhilan me 4 qendra pra universitare, me kampusin e ri tash në dalën të Prishtinës, si dhe në Prishtinë në qendër, kolegji Fama, pra aty ku jeni emër dhe ju numër matron të dashur, lirisht tash koha është për juve në dyert e kolegjit universitar Fama. Faleminderit. Vazhdoj me pjesën e tjetër të marketingu, po dikur pak ma vonë. Daut, a të shkon në zonin me kënu? Ramushit I shkon ka pak? Ty jo. Me një ki qef muzikë, sigurisht. Po, nëse din me kënu. Po, normalisht, ata që s'din të ty bën më I mini. Ku shpe këngëtarëve kështu të pëlqen më shumë? Varet cilës muzikë, po. Po shembull muzikës të lehtë. Ka, domethënë varësisht fare R&B, rock, jazz, blues, R&B? Pa tash me bë me thënë Dathina, mos po më dhënohet në kusht tjetër. Të dhënohet dhurata. Me tona, dikush tjetër njëra. Shumë se sa I urojmë lindje të mirë. Natyrisht që më pëlqejnë edhe kënojnë mirë dhe I përgëzoj. Sigurisht. E për repit, Daut? Kam shumë shok që kënojnë edhe hiç për përmendje me emra se. Shumë janë. Po gjithë I kam shok, sinqerisht për të thënë shumicën prej tyre edhe I kam shok personal. Po të kemi po që I ki shumë shok, po pse veç me repeja? Pse për shembull s'kemi pa kur me s'po di. Titanic I shok, edhe të muzikës rap, edhe R&B, edhe popullore, po me repeja dëshysh më shumë të shumë. A nëse natyra aty në pak më kështu? Po, me shahira po se po. Amo me këta repejarët e ri, po mënoj, atë shkon më shumë pak si janë që thonë të pak më gangsta, pse? Jo, me tash të mbarë se që ku për në qëtë puna, ku për dalim, ku për nëftohem. Na I kam këtyne kështu? Ja, thash villem edhe, po sot ishte një emision të inqizu, tash pja përmeni emrin se ju edhe keni kohë. Jo, s'ka lidhje lirisht.
të lemza për një këngëtar. Më falë që po thëmë, po për emisionet tjera na jemi Ramosh. Më falë që po thëmë, më dhe kështu... Ka thash atin pa të keqe. Nuk do është thash me përfolë edhe se me citu, për shkak se një kom ishtë mirë edhe nuk du me i në hatër në njonit. A do me një kom të mirë, sonte? Kisha pas Për një djallit tri që e kemi sonte këtu. Prezentano u Bukurash, emrin dhe mbi emrin? Unë jam Erdon Haziri. Po, so vjeç? 12 vjeç. 12 vjeç, me këndim, ja ke nis, pe 12 vjeç. E që kjo është këngëtar të dashur që thoni pe vojzlije ja kom nis. A din se kush na vjen daut tu i thon pe ku fillon me kënu thet pe vojzlije valla. A din e shumica që nisin ton kur goj vogël. Ça po na kënon sonte? O moj Serbi. Au, Kuku. ha? A pi bëjmë të jirë për një me? A për na ka thonë të veç jo me njës luftën? Me kongë po, me luftë, që ku kemë burët, për shumë zgjem Morani. Hajde? Me kongë, ma mirë. Ma mirë me kongë është. Daud? Ato dok djali? Ja, mirë, pe qështeti, pe hapat e pari pas ka njës mirë. Tamam, po, tash ta shomi ku po kapjamon. Unë e gjelos nuk bona, tash nuk e di shala se kanë po nga zhutat. A, zhutat ta? Se i kumpaj natë studiot të A, këtu kënë të ma thy studiot se ku që i ka i zhuti i manë në kome kubikët e poshtë si me rapi ka të dytë. Daud, jemi tashti të mundu me premledh interviste me juve, për një me ishte knetësi se sa më kemi pas në mesin tonë, është knetësi edhe për shikusit tonë që na kanë po thëmë qindra SMS, mesazha me të pas në studio, besoj është përgjithësi edhe para votuzve të juj, kur jepi një premtim edhe besoj që keni me realizu dhe tashti, mos ta tham për herë tretë deputeti më i zëshëm që do të thonë që ato që keni premtuar në fushat jeni mundu me transmetu zonën e qytetarëve te parlamenti i vendit. Edhe në herë do më hyjë të zgjedhjet. A i kemi për një mes tashti apo janë më shumë kështu pompozitet medial? Duket që do të ketë zgjedhje. Shpejt. Shumë arsye, nuk është vetëm demarkacioni, ka shumë arsye të cilat duhet me shku në zgjedhje. Por natyrisht edhe demarkacioni o një për tyne, është zajednica, po ashtu një problem shumë serioz, është mungesa e liberalizimit, dhe një farë forme, dhe me thonë, kjo qeveri është këtyne një qeveri inerte, që s'po prodhon sanë. Nuk besoj që për shumë problemet si demarkacioni e kanë ndalu për me pas një spital normal Prishtinë, për me pas funksionim të shkollave normale, për me pas infrastruktur një fell, për me pas gjitha këto, dhe me thonë, nuk mendoj që ishte penges një element për cilat qeveria Kosovës fatkesish nuk ka arrit me ofru opinionit edhe popullit të mira për cilat edhe është e thirrne. Për këtë arsye shpresoj që të shkojmë zgjedhje javën e ardhshme, shpallën zgjedhjet, shpërbohet ky kuvend, vjen një kuvend më pari më i mirë, më i përgjegjshëm, më i fuqishëm, e pse jo pe këtij kuvendi del një ekzekutiv edhe më i mirë se sa kuvendi. Përndryshe ky ekzekutiv s'ka më majt mend për nejt të mirë të madhe që ja ka bëu Kosovës. Edhe sinqerisht sot me shku me ja ofru mikrofonin edhe vetë këtyne me tonë për shkak keni më majt men ju si ekzekutiv, nuk kemi me shkak renohë me ta. Nëse
Jugoslavia, për 4 vjetë kam rrimë me ndërtu hotele, pallatet kulturës, kam teatro, qendra kulturore rinore, sheshe, fontana, ku di unë, në ato rrethana të kohës, ndërsa ne sot, pothuaj se i bom 30 e diçka muj të qeverisjes dhe nuk kemi me çka krenohem. Nuk kemi pa diçka konkrete për cilën na ishim dalë dhe këshim thonë, po që këshurë Kosova, sa mirë heci, sa mirë e boni. Jënë bo disa mandamentimet ligjeve, që kur kush nuk e din as çka ka ndodhë, jo taksa fiskale, jo tyra, jo dalje, jo dogana, jo s'dogana, për ndryshe dhe me thonë, nëse flasim për të mira, drejt për drejt të qytetari, unë s'kum brej në gjo. Për kundër e ka pas një këthim brapan. S'pe thëmë regres tash se u bo kjo fjalë monetone, po nuk ka pas avancim procesu, po ka pas kundërtën këthim brapa edhe kemi humë ko shumë pikrish për shkak të mungesës së një fuqie në vendimare të ekzekutivi. Unë kam qef që me i qu prej këtu ujtë, zakonisht e bëjmë musafirët mi, do selame për ata që i keni ju për balë. Cili kështë me qenë selami ju i për Kryeministrin e Kosovës sonte për emisionit? I kish bo nërë vetit që me qu venin zgjedhje, edhe kish pështu edhe vetën edhe Kosovën, edhe qytetarë do t'ja këshin ditë për nërë, edhe ndoshta do t'eshte veprimi maj madhe që e ka bo si kryeministër, po që se kish përbaku venin edhe qeverinë. Mirë, selami ju i për Kadri Veselin? Njëjtin selami kësha thonë, përshë koalicionin që në zgjedhje. Albinit? Albinit edhe Visarit i kësha thonë, mos u dërzoni dera, një sot rëzohet kjo qeveri. Fatmirit? Njëjta porosi. Ramushit? Ramushit i kësha thonë, puno shumë me gjithë që mi rëzu këtë qeveri. Edhe shimi mazdarke? Jo, edhe paradarke. Shimi mazdarke. Nga shqiptarët në kje, ma nëse konë dilni rrimë mazdarke. Pse në masojmë kur dilni rrimë paradarke, po dilni rrimë mazdarke? Ja, kjo është humor në Gjakov, si bëhet, kur t'i shkojsh të shpija në i kuj, se jo gjithmonë Gjakovartë janë shumë i prica, por tash to fore që po bon, a i shku në darkë, e bëjk hajde në i natë mazdarke në qaja. Mazdarke në qaja. Daut, a ki diçka që unës të kam pyetje, ti dush me thonë njerëzve që të kanë votu, dhe ta kanë dhonë votën, që ju sot jeni në fund të ti mandate 4 veçar, dhe ripillimin i mandatit të rinë në kuvendin, po mundoj në komunën e Deçanit. Unë i kumë bo 2 mandate, në fakt, po i bëj tash 8 vjetë si deputet, përgjësit e mija ju më konë i kujdeshëm që edhe me votim, se ju shumica e qytetarëve e këqyrin shka po folë një deputet, po nuk e këqyrin shka po voton. Sa qaj i gërë si e prekti atë pullë, dhe me thonë ajo është vendimari për se cilën qytetarë dhe ata akon jetën e se cilët veç e veç. Unë ju mundu për pos fjallëve që thete ma i zoshëm, unë edhe shka kumë votu ju më konë bukur i kujdeshëm. Ka shumë deputet zotë në Parlamentin e Kosovës që më konë shumë të kujdeshëm. Shpresoj edhe që kësha pas që jemi lutë kretë, edhe në tarmen me konë përgjeqëm në vendimare, se nuk është a i ligjë vetëm një letër, po a i ligjë mujtë të ndryshon jetën për mirë, a i ligjë mujtë të ndryshon jetën për keqë. Kur gjo ma shumë se sa një ligjë, një letër është edhe demarkacioni, një letër është edhe zajednica, po që është rëziku veni për më bo një mini autonomi serbe mrena Kosovës, që është rëziku veni për më humë territor, e kemi pas më heret një ligjë për parkin nacional, qysh në vitin 2012, dikon është para lajmëru humbja teritorit. Edhe në atë koju këmë thonë kuven, këshirë kujdesni se që kjo është ka zvoglohet teritori. Ka rrudhët nuk e kanë marrë seriozisht në kuven. Pikrish për këtë arsye, kisha pas shumë dëshirë, e para mi falenderu ata që ma kanë dhonë mandatin, edhe e dyta mi lutë që me pas kujdes ku i pjepin mandatin tarme. Falemderit shumë, dojna mu që në komë se bashku, një pyetje që unë e di përgjigjen, po du me të ndi për gojës tone, a mos e bënë zët, me ndodha jo, a kisha ka pushkën pra për këtë vend? Në gjdo kohë, së është pyetje të në. Po donë boble. Qërë, nuk ka njeri që e merë pushkën për qefi, edhe në atë kohë nuk jemi se shumë e komni jënë shku në luft. Ku jemi shku na, si jemi shku kërkom, na jemi konë shpetanën, edhe s'kem pas ku me shku, ata që e në ardhë, dhe me thonë, e kanë pushtu Kosovën, na vdash me i luftu edhe me qitë për i këtuj. Ata e në në luft? Po, ata e në në luft, na jemi konë shpetanën. Kështu që Kosova s'ka nevoj kur me shku në luft, e nëse dikush e rrezikon këtu jemi. Të dashë shifus, falemderit për pjesën e parë të këtë emisioni, ishim me zoti Daud Haradinaj, e thashë fillim njërin dhe 5 deputetet me të zeshëm të këti kuvendi që po thojnë që është në përfundim të mandatit. Zoti Daud, shumë falemderit që ke gjithë ku.
Turej fat, shëndet dhe punë të mbarë. Suksese, faleminderit shumë. Marketing dhe themi me njerë pas. Dikur thonin fjalët më të mira, sot thjesht I kujtojmë, sot thjesht I kujtojmë. E sot lidhjen tonë e mban mëshira, krenaria jon atë e shkatroj. Edhe pse sot bytemi lot, jemi fati dikujt tjetër I buzëqeshemi, e brenda qajmë si fmi. Edhe pse sot sytë e tu, asgjë tjetër nuk shoh, vetëm vujtjen tënde, e brenda qajmë si fmi. Para se t'ma thuash se fajtori jam unë, ti vetëm një herë dil në vendin tim. 5 minuta jo më shumë, jeton si unë, nëse nuk më ndjen, jam gati stodhem. Kujtim në mbetën veç premtime, ti mbajmë në fshetësi, ti mbajmë në fshetësi. Të premtoj në gjitha kujtimet, do të jesh veç ti, do t'jem veç na dy. Edhe pse sot bytemi lot, jemi fati dikujt tjetër I buzëqeshemi, e brenda qajmë si fmi. Edhe pse sot sytë e tu, asgjë tjetër nuk shoh, vetëm vujtjen tënde, e brenda qajmë si fmi. Para se t'ma thuash se fajtori jam unë, ti vetëm një herë dil në vendin tim. 5 minuta jo më shumë, jeton si unë, nëse nuk më ndjen, jam gati stodhem. Jemi këty në pjesën e dytë. Jemi këty në pjesën e dytë për sonte. Falenderojmë vazhdimisht Millenium Resort në aksin rrugor, që në aksin rrësi Shqipënisë. Në rrugën Prishtinë, Ferizaj, kilometri 4, gjindjet Millenium Resort, qendra më e madhe e lodra për fëmijë në pjesën perëndimore të Ballkanit. Qërëti. Shkojmë te Cima Construction me banesa, me pamje ka deti dhe ka mali. Dhe me thonë nga Shqipëria dhe kena nalt nga Podujeva në Fushë Kosovë dhe në motin 92 tek rruga B, Golden Eagle, dhe shkojmë në Zvicër. MS Finance, kompani apo autoritet bankar, me 2 qendra në Zvicër, epicendrën e ka në Zuri. Shqiptarët e dashur, drejtonu në MS Finance për ju që doni të merrni kredi të buta me interes minimal 5% më mirë se me t'i falë. MS Finance pra një kompani shqiptare me pronar shqiptar në Zvicër, për krejt ata që jetojnë në Zvicër dhe dojnë me na pru pare në Kosovë franga që janë të mira, le drejtohen tek MS Finance për kredi të buta. Jemi prapë në Zvicër tek Villa Miami, vendi ku ju shqiptarët e dashur mund t'i bëni dasmat me së miri në diasporë, në Zvicër, që dasma juaj të duket si në Kosovë, atëherë vendi ideali është Villa Miami, me një menu profesionale deri në 12 gang menu, siç I thonë ju atje
në Zvicër. Shkojmë tek prodhime gjermane, germantore, një prodhim special gjerman, dyert garazhdave, si edhe dyert kundër zjarrit për shtëpitë juaja, e vendos germantoren dhe i thu hajnave natën e mirë, kjerri është 100% i sigurt. Këto mobile janë pundore nga Bungu SHPK Gjilan, 100% pundore, që thojmë na dëgavrume. Faleminderit Bungu. Renault Center Muqiqi me një lokacion të ri në daljet Prishtinës, në rrugën Prishtinë-Firuzaj, kilometri 10, gjindet Renault Center Muqiqi, servisi i autorizuar për Renault me profesionist të certifikuar. Për duken time, Lamberti, maturon të dashur ju që dëshironi mu duk ma mirë se one, shkoni tek Lamberti, tek Pallati i Rinis në Prishtinë, që dhe pjesën e grimit, gjithmonë Riza Hajr Salon tani ma në Prishtinë, tek parku në lagjen Dardania, për duke në Aidës gjithmonë studio Linda, ja ka prej flak nëse dëni me ditë sta shkohën e fundit, faleminderit që e keni prej flak, sot gata i ka pas. Kthehemi në pjesën e dytë me mysafir, e kemi një mysafir karakteristik. Na vjen nga Vitia, shumë interesant. Mi thonë njeri, po, duket. Mi thonë kështu me prek, mi thonë, aje normal, thët, shti që më thonë, Allah, jo, nuk e di. Eftoj me do të kitje, Ramiz Ramadani. Hajde, Ramiz. Mirë, Rama. Si e bukur? Si mirë është nështë. A je mirë? Si je mirë. A je lodh? Që e mirë. Apo të dhamë, nakon? Ja, kërkon E heq. kemi e kënë thash këtu. Ta bojmë një kontrol shpejt e shpejt. Hajde, Ramiz. Nuk më vynë mjek i heq. Thet, po, shahojnë. Që të me pi energjia por relax? Energjia në rand parë është. Energjia, a? Po, normal se forca më vynë. Po një me? A ki forcë? Tepër. Shumë? Shumë. E pse pinë për energji? Po më vynë hala ma shumë. Do me eksplodua qka? Kush në ka i natë, inshallah I kërset. dal, i thati, thojnë ka na. Amen, inshallah. Hajde për të mirë. Gëzuar. Gëzuar për të mirë. Faleminderit shumë. A mund me pi pa unal, për shembull? Po ma vën. Qërë ma vonë? Ma vën. Ajni mirë, ajni shnash. A një lodhajni? Do më përshëndetje shmon nga Ramiz Ramadani. Më falë se pak emocionet pak. Emociona? Po, normal. Dikte sa të nxejna pak. Edhe unë, ata vëzim një nxejmi se kemi këtu. Po jo, ja. Jo, a? Ma vë në Ramiz, këshirmi. tërgona kështu, çka bën Ramizi? Kush është Ramizi? Ramizi është një farë burri nga fshati Smir. Duhet po shi është që je, mas pari? Po, i ka darisi që vetëm Zoti që mi ka falë dhe nuk di se edhe shka me folë tjetër. është një sen që halo që edhe për me po nuk i kini po se çka ka. Shka bën Ramizi? A fetura? Ka gati se po. Fetura më dhë. Gati se po. Se gjithmonë shka kom pa onra, se në të rëzikshme që mjek i dikush në i e gërësi, gjithmonë më dalëshim flautrat. Kër më dalëshim flautrat, isha i knaqët. Onër? Onër, po që thashtë e bëma ki po më dolin edhe zhgonër. E ku dilëshim flakrat bashkë? Po nërësjeta më dalëshin edhe dalësha. Nërësjeta më dalëshin. Me dalë flakrat në ngujë. Ja, ngujë jo. Nërësjeta gjithmonë më kanë dolë që Po thu Ramizi, isha i onërat knaqët. të kanë dalë gjithmonë. Normal. 100%, a? 100%. Ja, po dilë kanë flakrat 100%. E ku me ditë. Isha Allah nuk dalë, me të pa dalë ma heret, se të pranë verë të kish prish bryma, po hala ma mirë që të kanë dalë që të kish prish. Mirë. I këm nejtë gati edhe me flak, dhe mon, e po që i ka ftëft malë, i kisha do qërshijat mire, se në një gjasë notën i këm mbrojt me flak. Edhe i kam shë mirë. Ketu në Zvicër, Niko? Një 6 vite. E kini histori interesant për i Zvicërës. Po. Hajde me nga të regu. Po, është pak, histori pak e gatë, No, është t'i beri ma shkurt. po dhe si ma shkurt. Po. Isha të punu në Mirë është. Zvicër. He? A, mirë. O kërri. A, shkurt e mësuma? Shkurt. A, po, Hajde. me të në gjysë. Qa kena po në Zvicër? E të ashtë ishë këtë fjetë një farë gjeni, një shok, e zomi që kja dhëmë. Po. Që të ishke gjeni, që të ishke Ramiz Ramadani, të ashtë u deshke me posë orën sakte edhe mu qumë me të rëmem dëvërthet. Të ashtë ura nuk u vyke, shkoj gaza i mërë do nale, janë mjek që i bojnë të bardha. Po. Ata vrede kërseqën shumë. E të ashtë ura mu e nuk u vyke, u që kënë tret natës, kur mu konë kali banatës që i thujmë pleqë. Po, eske. Eske vërane, vërkne. E qaj qeke ty? E qajmë qeke mu që të merit për shdo natë ka një rruzë gjakit në i gjeke. Nuk metëm 30 kile me tisha vesh. Nise puna ranë, nise... Haja, ligë. Ja, hoja kanë e mirë, se hoja puna e fort, o dhe shke me unë hane e mirë, se që se ki hane e lesht, marrë i shekejt.
Edhe plus çdo natë ka një rruz gjakit në prishke, se mas mirë me bolla për jetë, për punë, se son politikë, se politika na ka ardhur te hunt Allah. Se da u tala këto. Ka hetë. Shu se këtë jetë. Po dhe se çmona shkoj jetën politikë. Po mos e merr, leja njerëz në politikës, leja politikën. Po shkon be vëlla kja mo. Çmë von boll kja mo. Shka me boll. Do të kopi ditë punës, ide ç'sh nxirret leki. Se s'po kandidon për kësi deputet. Po pasha zotin 100 hi se ta kisha hes më mirë se sa i kimi qeta. E tash normal. E kemi temën edhe ku e patëm te gazva, këto nuk i marr vesh hiç, edhe më komë çike të burrëve. Kjo është një krumje, ma voni përgatit me këtë. Një krumje? Po. Edhe tash ko ai Çaj koli gaza, po. Gaza nuk më lën kemi fjet gjithnjë në gat. Edhe ai gjeni ankojshmi te vllavi sen çka më bëkte na gaza që s'po na lë me fjet. Po plus gaza, po se po na gazën e harrum, shkoj vletin i koli 800 kg me siguri që shkoj. Koli për një me? Koli për një me. Ne lan gat banesës, tharame sa në cilën vend ta më ta lëm tha ku t'jet buka mja gjujt koli. Koli, a kon kolja pil? Ja koli, ke edhe vlavjem, edhe ta është ne kërdisti kolin shumë afër banesës. Ta është e gjithë natën sukur këtë blujq kalamoq. Të hangre. Të hangre, zgrab, bajke muzik, për mase, Koli për pare, o bo muzikant. Po, që E ta është mo nuk ka... emision, tash. Po, një 3 muj ditë për të ka dhej drejtën gjëmë, mo nuk kesh me vesh me lëshu punën edhe hajde në shpe. Por i zotit sa të mëni pënonin në Kosovë, mushmi me pru Evropën me orë në Kosovë, jo shqiptarë me shku në Evropë. Do të milon zërë me mishë me shpyrt. Gjithë kja gjenerat e re, me mjetë pa punë, kja është paradoks për neve. Dëmon qëfar kreator kina sëd, ajo është nuk di se shka thamë për të. Mjerë të, dëmon qëmon për trupin e vetë edhe për neve që përna morim qapë. Ta është i koli në alon ke pa gjomë, sen edhe pëtham gozës e i gjomë nuk kemi pi koli të eqë, aq se ma mirë tha qëni ma herë. Ta është zotit bëkëf me gjithë koli, se thash me ditë thash që i ha 15 vjetë bordë, këtë koli mja mytë me rrymë nuk gëdzejsha, se më zonshin, mja helmu nuk gëdzejsha atëra u deshtë në atë forcën të e me shekam, këmë shku të koli, ja qitë të dakur me mashtru. E ka po semin mira koli, i thash mira, hajde ka, edhe ngojti koli italisht. Italisht? Vjeni kua, e arkoli, e të këshyve, po, edhe e kum prit dire i kam ledh ata boost, sukur Madonna, sukur Madonna të mëdhaja. Si Madonna. Edhe e kum prit mirë dhe se e kam ledh ata buqka, se u të qepi pres në dhamë tena. Në vend keq. Po në vend keq, e kum prit i kam ledh boost, se e kum përmledh box, në ka kërshpinjë se kum qitën, që kur ka ropët ka zë drejtën, sukur këta zë rryma. Qysh, e myti koli me box? Ja, e kum dërzu me po, me myti jo, dhe më veç që e kum rëzuat, me një box që thujnë një fra bukseri që e ka rëzu kavin se. Mos e ke rej Kliçkovin t'i stash? Për ty be, që ke e me që? gabimin ma të madhë një teme kum po që nuk jem kom bukser, se më mëro mu e bukserat me dorza, edhin du të mi pagu në i bës, edhin paguj se po më këruj në vla. Edhe nga bimi jem më konë që nuk jam konë bokser. Stalen shenjë ti bukë si këpër hish? Ku ta hinsh, ha? Interesant është. Edhe ta është i koli, koli lo u praptune, edhe ta është i goza, tha Ramis, koli dishka ka morë, se kuar që ishin shumë të meqëm. Shumë? Se që datë shapi punë, sa i më këshër, kjo i këtë që dërga. O disa koli politikës, që janë të meqëm? Një javë dit nuk ka hangër, edhin për me orë të kur pa vetë. Për i thash gozët e dishka e ka zonë rryma, e kapmi këtë koli qesmi të shpja juete, se këtë që tu nuk vjen me hangër, tha pse. Për dishka e ka zonë, thash rryma më reburë, edhin italisht. Tha jo, be, thash, hadi thash një më jek me të shtrafa 13, i morë më të farë, edhin të farë, si e dronit, e qumë të shpja vetë, edhe uratu, më fletëm, më lëresh, punum në mëjtet, erëm të shpjave, sa të moni punonin Kosovë, se 100 hisë është ma mirë se në Evropë. Edhe njetë këthejme prit, kja dijet. E rëzove koli me një goditje? Normal. Se është një sene që... Që është më normal? Normal, kja është forë zotit, dishka është Sa kitë ramën, sa fuqia, a ki mot në herë? Me mot nuk e kom mot, po se herë që i kom ra në Zvicra, sa i balonit të kom si lejt topi, u këthinz. Gjithë mund i kom ra gratis. Ate e kom pas falas hanedan. Po folë këtë shka anglisht nuk e disha, se ke për mira halja, thash, oke, gjithë mund e kom pas traumën falë. Se e ki fitu? Po dhe kom fitu garën. U këthinz ke po thua jo? U këthinz ka ja farë vërthesh, ka shajtë. Mirë, a të ka do në herë, për të mirë,
Atë ka ndodhur herë, Ramiz, miro njerit boks. Më ka ndodhë, kom hinë do më shko ki shokve, janë rrejt dy shok. Nuk më kanë ngu, edhe në donë, kom hi kom rrejt e dëtë edhe o dajte. Po, do më kom shku më pika të letë, jo më pika edhe të Se budallaki. mundës me, e ki kontrola, kur donë me pak, kur donë... Po, një njeri që është i zavrak halitin, që si mshil syt, një njeri këtë rrejt, e shikon mira për mshil syt, që si mshil syt, rrugë në zajtë mytë. A një njeri që nuk ka frikë, rrejt me dikan, gucët, i mas syt që jelë, edhe më sotut... Ka vetën kontrol. Po dhe më sotut se nuk të rrejt shumë. A ku ti mshel sytë rrugën se mundet më të qarru, bje ma skresë. Ahan gota për shamull, ahan kështu. Ja gota jo, ka ndodhë njerë edhe një tabull për celjan, ja kam hongë sikur në vend qokoladës. Po që ta që pak dhomë më kanë Me ndo, e thirë me hongër dogë të hanë edhe të nxerën. Normal, janë të sene që... E hongrat këtë Halo lënë, ka të më shefta, se tash mi shkrep. Mirë, sa ori ban gjumë, sa ori ban gjumë. 8 orë, 6, ma shumë nuk baj. A që është Del 6 mesatarja. që është herë natën a qatë? Po natën që se ka nëj penges në barë, dhe shka nëj shumë qëna, një mizë më më muë nëj Që këtu e ke, mos të ja gjinxalli miza i thënë jo. italisht, edhe nda miza që të thithin gjakin, si ta nina përso, po në ata do të më që me skopal me zonë. A të nëzën rryma? Më ka zonë në rryma, tensioni nalë, më ka zonë ata me qëllim, nuk e kom bo, po e kom prej gabim një farë. Tensionin e nalë të ke prej? E kom prej tensionin e nalë. Disa fuqi është, vala, disa fuqi është. Normal, po ata me qëllim nuk e bëjmë më anket Kosovë, po më ka ndodhë për pa hirive që e kom njës të kësy deska, të kësy mos jam të shkel me nej federa, nej dros, në të kisha, a i që kom të prejkë tensionin e nalë. Kër e kom prejkë për zdet, teli gjysa o shkrinje shalonit, e kom tel shalonit. Teli o shkri? Po, gjysa telit mu ka shkrinj, gjysa ka met, dhe ma më bari o gjeg, a unë që së në kam. Më ka ndodhë një teme. Një 3 herë, sa në të rëzit. A e normal, më të vetë kështu? Normal, hapi, rri, pënoj, familje kam, kret janë. A dhem në konë, për shamun, më të dhim bargë. Dekteri së gjion. A dhem bargë, kur s'ka dhim? Kur, nuk e di se Shko shka. në herë bargë, për shamun. Po jo, ja, se... Kur heq? Vesh e dhomi, a dhem e dhomi. Dhami, po njerë më ka dhim, në sekund shka më fry dhami, veç e këm prit boks, u liru dhami. Po të më ka vyt një Do të keq. thonë se të njeku për shku kur? Ja, absolut, se dikon dhem dhami, ajet në i farpën, veç këm këshyrë me një farveni që o bon, një farfistulle e bardh, kja thash veç këm prit boks. E kiro boks vetit? U liru, normal, edhe u shërueja. Sot da dhe dhim nuk ka. Sa ata do të me mrejt pak, jam në ekran e dhanve, mja dera gjakin e geq. Edhe ti i ro me boks, si me shkute të Po të distjas. shpite se kisha mësafer, në sekund, dhe shka vim ka bo si vetima. Bizz, edhe në sekund muaj. Do në vis pak, Mustafer, vis pak se Po, veç ja kom te prit mbani jo. bosh vetit. Aja shamo nuk ban po zori, e po që gjëksimi mal, ta onë veç ka ba puf, edhe u liru. U kryjë, aja, nuk më ka vytë sa da dhe me e ka dham. A ki halo të dhame, ki halo? Është hala është. Do mon 8 viti i ka e ku, Qa e rame? e kum pragadit atë rame edhe saksala. Mos boni në voz, Ja, miro dhe i herë. Ja, absolut. Aja u trishtu edhe u largu. Ta shti të regonat ti, Pa jemi gut, po... ja s'ka lidhe, ka dalë, kemi ku. Trupi kështu atë dhem, me ta hi. Dekteri sa gjio. Ta hin njëri sa të donë, ty nuk Ja, dhem. jam vjem edhe në krum, sukur që më krum, edhe do më për të kruj. Kur gjëma shumë, a? Absolut. Në çdo pjesë trupit, a? Çdo pjesë e trupit është një trup që nuk e ka kush, nuk besoj. Në botë këse trupi s'ka kush. Nuk besoj. Do Pse më s'ke çka provu në bajone, genis me... pa i genisi, unë më konë qëra shteti, edhe genisi Ty du të me thjesht, go mas meje. hajde ti ka, po. Ata shakturi, ndesh bujki, ndesh mjeki, du të me thirë shemëll, ose ty e hajde se kam një risi janë venin, ju me ngo mas neve, na shemëll me keni ngo thirë, mas na? juve. Që? Po më keni thirë, po pazesh halo ma herë, se në që një vjetë e gjys, edhe në po pëshoj me priti shka rezultat. Risi diçka. Po risi shemëll, edhe për mu edhe për juve, se kur del për mu, del edhe për ty. Qupak, këtu në kom, Po qupak. që ta ashti, Qysh, do me thonë ty, këtu. po normal, Kut, Kut preksh, dush? Kut preksh, është i para po më njëri që s'ke po. mos të ka maru bungu, se shumë drungë ke. Bung një qarë preksh. Hiq, këtë me thonë ty Ka kështu. dush, ja, ndesh me stop. E me qka me ta hinjune për shamull? Jashtë aty besi fa plumin mundet më ma laun, S'besoj. a për me stop më ndollë këput në të kesh. Më ta zonë qatë stop, no, më ta zonë qatë stop, më shti në dorë më e pat puna. Ndirë një humë që ty të gardhe, dikush, me qka me ta hinjune?
Ja që ta shte mëllimën mas fortë i du, do më ushtrinë e popullin e Kosovës, ushtrinë e Kosovës dhe policinë e Shqiptarisë. Po, sigurisht janë tonë. Pa më tonë. parasysh këti du edhe. Po. Po mëllimën kër pezon shamëll ose një hajnë, o në zja, paradoks po shonë të shamëll të rëzu e të rej Tu hiek. për mja lidhë dorët. Shamëll ma lunë dorën, Malun? po dhe ta apë dorën. Që ti ma ke dhonë? A ne apë dorën. Me ta luj dorën? Cite komë që kënë. Këto, e? Po, mërë. Ka për të më lujt? Po më shmë më lujt. Ty? Shamëll Pret, të vërë. jo ta shti mu, së të më ty ty, apo? Hajtë më shmë më lujt mu, A ne pret, re mirë. Hajtë më shmë zë bëbritesh. Po, hajtë që të Apo më lentash me ta luj dorën ty? Së mundë është Allah. Pa pret pra. Që u luarë që. Pret, mërë, pret. Ko qëtë pak. Mirë. Ko qëtë pak. Ka dalë, ja, hala se këne, këtu. Halo. Ullë një atë, ullë se i ri alo. Ju që s'pe prekni, nuk mëni me pas idenë që fa trupi e ka. Gënë? Jo me kësi, jo, po bëk. Po shumë bëk, mos e të dhamë. Sa të mush? Sa të mojsh? Sa të mush? Qëtu. Mos e të rëzoj. Mërzën të apë dorë. Që të vesh, një des. Shtu. Po, që të. Apo do me kësi aprakat, apo do që pëdën? Apërkate, Që pëdën? kërshe, drejte, gjëllete, që shta lëpsh. E jema normal? Ke e vogël, ke unë edhe një krumje dhe më për mu. A ki provu në herë me të rana stupca? Më ndesh stupce, ndesh që më që kesh t'gurve. Po që kes t'gurve, bre? Që kesh t'gurve, nuk ka problem. Që kes t'gurve, po thu? Një kilogram, 1 metër largësi të rri, nuk ka problem. Në barë kështu? Në bark. Fëmija, më se provoni, si ju dhamë dora. Ja, shtirë me gjetë, edhe në kësi tipit njeri të shtirë që jam me gjetë, adhe gëzuar për të mirë. Qysh më vështirë pas shkë... Jo vështirë, pas ka heq. Këna po që hanë hitha, hanë gjithë shka. Po janë atë senet. Qka në ki shpik diçka sonte, risi që po thu kom prit një vetë e gjysë? Do më matë mirën e kam njetë do më për juve. E kom përgatitën. Ha. Që unë i marë, kuj kia tu elementet tua, viqarzova, ku që farë të zonë i këmë bëha. Që kjo është qonë dhe juaj. Ti, vjen që ka i banë të ashti. A të ka thirë në kërë më rujtë film, anë herë? Po më kanë thirë, Si bandoma, kësi? ma shumë ti, që shakon femën, burra, kisha më rrinë shumë shpet edhe në Kosovë, po jam moshkull, po ma kanë frikë në zërë. Vetë me ty shemë që ta lash edhe më të botë pak i famë shumë bajtë ndoshtë edhe të prapë të vëllë. Se më qëtinë dërë, po të kalëzëj, nuk ta banë as bogari, dhe më shata bajon. Mos e las dë, mos e las dë. Do me po live, qa ki me po, ka dalë. Tu në tregu. Shkoj në mas pori, me hitha mund është më më rrej, kam, edhe ndesh trupin, ndesh, po tash më desh në kokua. Jo, hitin se preke pa ma pështjel. Po, e kopë të në qështë, dhe më pja prishi pak. A mbangë, prishe pak, po. Po atë senet, mund është me kopë qëtë. Hithi për një me kështu? Hithi në Prishtinë e këmo, hithi Ku ka ma hithi Prishtinë? Me nëzë që i këmë gjetë. Ka për vla, del që ka. Po, Mos i ke lagë? ja, nuk janë të lakta. Ju për një njerë, hiq. Raki, la, këto nuk e marrë vesh, edhe do mos ku edhe më konë A las drohesh? A las, prit! A las drohesh? Mos A las drohesh? Qish mo? Qish? A pjanin erën? Shteni këto? Prit, ngëm, a ban tash me sta hitha me bojnë hithenik, Aida? Po, jo, ja se ma vë, se ishim pak si ma nryshën në Prishtinë. Mos e gjëna, mos e gjëna. Po mërë pak, po, sa. Shteni këto? Po mërë pak. I na tronav. Trono? Po. Kjo është e letë, dhe më thonë, Ja, ledu lakta. Pasha në erën po më djegë. Ja nuk u të me përvu. Se mas pori këndani me shku me punë të artit, po... Ska lidhje, këtu janë, ti thoi Shqipëri, kacavite, a shvetë. Dona i thoi. Kacaviti, po qësh po qelë ka që kesë në Tiranfi. Me ta hi me dona a bënë? Vëlloj edhe me dona të rëj. Qëto veç, qëto. Më shë. Ja, bash, po. Më shë, lirit, mos të të pasha, qëto veç. Ja, s'muj.
O, kryllo. Jo, po ta mshaj pak. Ma del, se jam shona. Knaqe, më shoh, lo. O, kryllo. E kështu se ke provu kur me të kopë? Po ata jo, që e dravana. Ndëgjom. Follo. Je shumë specifik, ta dish. Normal. Edhe do të më thunë Hollywood. Kam qef edhe për mi knash edhe shqiptarien, i lom politika sen I lem është pa politike, sa maru me na politikë. shka jeta. Shumë i posh neren. Këtu e kira me smiren, Ramis Mira, dora e fort. dora e fort e njeriut. A ti ke pa pikë... A, fotografi është. Po ma ka bo një shok, jemi nga vitinja punën. Po. Shumë mirë. Një zjalili mi ka bo Që këto kjo është fotat. dru? Kjo drum brava. Nuk po të ka zdoj hisë se edhe shka mush me zbulun ta. Që kjo... Shumë e zbëllu. Po në të shim pak. E ki prej kështa, po? Shqiponja është, Shqiponja O, është. të fëtëru. Po, u të nejtë si në drum. Po, po shihet. Ti ki punu vetë to, a? Ku shë kjo? Këto dëmon janë punu me dëmon shakon prej druna për fshat, Ku shë kjo? për dhe këmë zbulu. Shko kjo? Kjo një dren i vogël, ka prulli vaca. Po, po, shihet, po shihet. Edhe kjo dren, pak më i madh, nona e sojna. Nona sojna, Po, Që nona? kjo është Aroshanka, Arush? po Arusha. Shumë bukur Arushanka. Kjo është, jo, po kjo është pjarë janë gjopni se i madh, që është kobra. Ma se henna. Kobra, do më koka kobrës. Kja vllazni është flutra, i shala flatërojna se bol ke mo me Inshallah, bre. miksitene. Këto e kom pragadit edhe violin shka gjenë drunë. Falë, që tu api gjenti vetë a i ki punu vetë. Këta pizotet janë gjetë ka kom prej drunë, do më prej për drojve. drunë, po? Do më Ti prej ndru? Po pres drunë, varitje, këtë punë të smijës, boti i kry. Kja nuk është e prekt në punem, absolut nuk ka. Kja o gjithë. Zemra. Kja o zemra jote. O, bravo, e mira. Dhërat e kipi me, mund është me lanë në studio. Ure kam, regjia e ka... Se zemrën e kitë mirë, atëre e meriton kitë zemrë. Falemderit shumë, na ka dhënë dhërat mirë. Zemrën që kemi me lanë diku në studio, falemderit shumë. Kena me shit mas 20 vjetë vetë 2 milion. Këto është O, që këtë gabimin, e kom po gabimin që çdo pikturë ka një dëmethënie të fortë. Që kjo është? Kjo është harta Kosovës, se kom pos mesin, vllazni kom pos mesin. Ai ka ra viktim të mbrojt pronën e vet deri në pikën e fundit. Ai mi ka njoft territorin, ka kod vetën. Mi njoft këtë vllaznive. Kush është ai? E kom pas mesin i farçeni, është mesi. Unë shumë futbollisti? Jo, po. Lemër, Ti e për Bogdanove. o kon sportist i mirë, edhe me lujt top e... Messi. Shako më hongone ka hongër vaj, akullore, mesh, rosh, krej. Hitha ka hongrej. Hitha jo se të fortë janë, hitha nuk ka gëzu. Kjo në Kosova. E ta shti, Messi ka ra viktim të ma mbrojt a borën, deri në pikën e fundit, e vaj jetën, mëdhimët shumë i ngrati shkoj, më ka dhimë si janë tori familjes, po nuk po të shemë bo, mramin i qenë. Së mërzit. Amin i shala, mramin i qenë. Vina i ditë me shukë, me të po, për qenin. Pa shkullë, mramin. Lebe se qenin që tina më zmajga ore. Vesh pak, Mësë më vajto. do më kuptimin e mesit të ka zëj, do më edhe shme thonë vlerën e mesit. U konë fort qenë i famë shumë, i zoti, ka lujt tope, i ka bo dërësie, ka kënu, unë i rosha fyllit, a i kënojke. A mu qenë o konë? Qenë, po ki ka një qenë që Sigurisht, të grantori familjes. qenë. A i ka ra viktim të mbrojt a borën deri në pikën e fundit të mbrojt territori. E për kërë e mbrojë ke burë të të Nga pak, ta shti qeveria Kosovës, në karikën fotelet kuqe e shesin teritorin e vetë. A qeni ra viktim të mbrojt pronën e vetë. Unë i kësoj në shumë për bimë fije burë, ma i zoti qeni... Ka dhe fjalla, i ka dhe fjalla. Ma i zoti qeni se... E hongre boks. Në të ha se kërkon semi. Blimen që ta fotelet e kuqës, s'kom pos që më ullit, s'kom pos që me moni fotelet fjesht. Me baskinja. Po një karikë që të me doli ose një qebe... Ska lidhje. Se më thanë Ramez Kuçkësh në mediat shqiptore më e kravatin. Move burë se për kravat halo nuk kemi. Këta bi Kosovën, a zhënë regëll atër kravatën 2 metra ka me zgatë. E ki vendos me Po, prova? edhe dekteri sa unë Kosova që shtu e Ramez Mira ka më ullë sa ma thjesht edhe ka me hecë. A këto Kosova në regëll i shokët rini të punu janë të lumë të knaqët, atëherë borë ka me zgatë kravatën sa të moj. Rami që opin për meje? Qka dushte, në bazë dëshirës tonë. E tash mesi ra viktim të ndrojt a Shko borën. kjo? A kjo është... Se e ka publiku? Harta Kosovës, apo? Ju lutna qeverisë Kosovës në të mbrojnë venin, kofini kofe në konë,
pise ekziston që aty ka më konë. He po do ka si hartë, he po do ka si... Ja, kja harta Kosovës, këni na teritori Kaçanikit, këni e shamu Prishtina, këto kja... E pas ka hongë po kufinin shto ati? Ja, me mujtë... Pas ka rohë pak? Ja, për me hongë, ne kanë mlevë, Po te, se po shdo ka konë rohë pak. bët janë hartat katërure. Po. Ja, shta na shema dhe kina hartën, suko mëllën për ta hakrymi. Ja, Shqipëria ka Kusht, ja, kusht që në Saba, edhe na gryjë. Shqipërisë është gjatë. Kja o truni vogël, i shova Truni vogël. po Kosovës i vinë mend, se kërkon nuk kemi. A i punon që këtë truni shqiptarëve? shqiptarëve? Mirë janë, po qeverisë Kosovës i shova i vinë mend. O, Ramezo! me këtë trun. A e kësajte? A i punon këti populli këtë truni vogël? Popullit, jo, lloj se nuk po dimi se... Me votu kon. Po Shkoj me tjetrën, që kjo pesh. Jo një ka fajt, ata Që kjo pesh ka po Ramez? Kja është... Në gjallë. Kja është e para ekspozit që gjithë Kështu ky ka akt. publiku, bravo. I pari ekspozit që më ka shtin njët me hina për mediat shqiptare, më ka shtin që kjo ftyrë njëri kër u zbëllun drumë të prej. Drumë. Kër e këm gjujtë, më kalon në koment. Nuk ka me. Qështu ka qenë, a hitë se ke prejtë? Qështu nuk është e prek që e gryjen strog, gryjen nëse kja është kopje, kja letra, originalin e kam të shpija. Që originalin të shpia. He Allah të kohë, shumë mirë. Qëto- Ato përim tonën. Hajde dalim tash të demonstrimi që kemi në boson dhe që e kiruj që nive të gjysë me e ba. Jemi gut pagës, po... Ko lidhje, më nëse jemi gut, këtu jemi, halo? E të pashti, po ku mi Shkojmë. shubur. Qa kemi ba? Hajde për të mirën, ja. E dil ka një heqë shtu, mos thuj që kesh. Po ka dhe kjo me forta, kjo me forë se zhigin, se dhe zhigin 1400 gradë me gumë e shkymi. Mo. Bas kishto, a jam për Gënesë, vëllavjan, po jemi në Kosovë. Goshdën në 1400 gradë, ko që Temperaturë? po dhe në gjyre pëmt, veç edhe 200 kom vetë në Vinex, E ku që bëhen? te Isufi Smil se kam shok, Isuf Zuka, e kom vetë dhe mos se sa i ka që gjastën edhe në zëtësi e hekri, sa i ka 1400 gradë. Veç edhe pak... 1400 gradë është temperaturë shumë e naltë, është zjarë. Qa që ka hekri dhe mund tani edhe parkeve që edhe një 200 mjashtu më bëgui. Se ata shemë në gjyre pëmë, dhe që shtu me preka janë bërë si loj letra. Sigurisht. Edhe ti që to e nalë me gojë. Ata me gumë e shkymi. A ba me të nëzira një goshdë me shkym shtu? Ja, edhe për cigare, këtë Prishtina marë këtu e në Smir, në çdo metër për Gënes, këtë në gumë, mos bleni tabla e, se në është edhe tabla shtrajt, këtë në gumë javë shkymi. Pelom son të cigaren se e dëmshme është. Edhe me pikë kështu edhe shojnë fëmija dhe njerëz edhe është jashtë etikës Jashtë normal. televizive. Që kjo është një goshdë. Po gosht do është E qelekt? pensë, nuk e dija pensë sa gjashe. Mos e ki bon esen, se ju ka pak. Ja, si e ti me këtë Nuk jam asi Çka pe qet? kategorie. Çka pe qef? Do të mja qitë një farmasin që se shpërthej dora, Jo, ma se bën heq. atër hupa Ma se bën pigare. heq. Ja, pratër tam për... Jo, pra dhe taj mos e bën se rrezikshme. Me ditë që bot, kja një farmas që është mja qitë. Ki mu rrejt, a di, Po, nëse në qoftë nëse vra se- është ki mu rrejt. Që se shpërthej dora, atër kja në mbrojnë, edhe mos më pezmetuar. Ma pra mos e bën? Pratër tanë, kismet me di që flaka më del... Jo, bre mos thuj ashtu, ngëm. Qysh, t'ka qa kemi bën? Mas pojme a të regu qa kemi bën. Kja është, po shkojmë në përmes mediat shqiptare, po shkoj pak ma tullë, se kja është kategoria e ranë. Kjo Muj me kategoria bon ranë. edhe këta, po kja shkon qera shtete, që mund dikush, atër kësej në dytën. Këtë në dytën. Po, edhim, që E më me të del, mujt dikush në dytën? që më del nëse shkojnë tretën, Në cungë. edhe gati se në cëngë. Mirë. Po, Tash kime me dorë. po me dorë, po mëllime që ka të vëllim, ba ma ki që shkon poshtë. Publik i dashur. Drum. Do më pelon mbi qëta vëllav, ja? Pse në tokë dalim. Dalim në tokë. Në tokë, po është në ashtë nuk ka fort. Kresja. Po që të pjakër sosme, me symë shelë se mujnë me thonë, Pse vëlla që mujnë me me thonë që mos ka në i birë, në i Jo, s'ka, vrim. pesha, publiku e këti emisioni ka besim 100% se këtu nuk bëhen matematika tjera përveç. Oj, Me symë Qeli ma syt? desh më shelmi, që e love jam sytë se po vrash. me dizisit nuk po shkoj se me distojnë halki e ka pak zemrën ma të butë, po shkova, dhe mon Unë olla, nuk du më të pasën me. olla zot një më mjare be Allah, Që. Kujdes. Po. U kry. Prevane, E qysh e... prevë mush me nëzërë, me dorë. Konë me nëzirë me dorë? Po, A do më dhe qysh të më të nëzirë? nëzërë. Ja, Po, s'moj me dorë me nëzirë, Me dorë po. në të nëzërë, ndesh, kush unë në njëri ma i forti që e Nëzirë me dorë kjo ka hindru? Ka hindru. Qysh më nëzirë me dorë kjo?
Piknina dush mi dhonë zërë. Pi kukës, a? Po, pik kukës. Ku mi dhonë zërë s'kilon mundësia s'me po kushëm? Ama konë kësë t'jabë zërë edhe në këtë forësën. Mas i ku marrë të dyja. A je për normal? Hajdi, sholla. Prit. Do me në të fortën, a? Në forëtën kësmet me mërë zëtë. Lala, pej ta shadurën njerë. A ke bo nesën? Ja, s'kon, që se Mos e ke gjed, tentu. që se gjed, Po, qërja dorën si qyk të shlice. A je mërë normal? A je mërë veti? Posh, njerën prit. A i ke bo nesën dorës? absolut. Por qysh do me thonë? Apo dam? Jo, vlovi jam, më mëllim të asë që e baj. Qysh me si s'po dama? Ata prava jone. Më si më shoj. A ti më shoj? Më shoj lirisht. Ta kom lyt pak. Posh. Kujdes, me men kry. U, qyqet, po, shaha. Po të më shku shtrem. S'ka lidhje. Oh! Oh! Vjo shtrem ka shtua. Nas dorën. Këkë. Jep një shokve, mushin me nëzirë, në të nëzirë. A je më normal ti, hej. Dilë këto. Pasha, nerën ti nuk jenë veti. E qysh kërkush nuk t'ka thirë me hinaj garë që shtë në gjenis me shkuën e sena? Jo, më që farte. A hiq kërkur, a? Jo, ja. Që me nejlim, ra? A kështë e pasje me thirë në kushe me shkuën në gjenis? Do më në qera shtete, mirë është. Mire me shkua? Po. Qëka kështë e thonë kësoj këtyne njerëzve të së vëdit? Rygishtat. Mzire! Hej! Po të këtë dashër! Në kry. A jepën vete poshtë zotin. Mirë është mirë puna. Bashkë Në këtu Kosovë nuk dhem kur gjo, a? Heq absolut. Edhe në gjishta e mi fort për me ngrejnë e Ferrari e Sena. Do mund është me ra në tokë, si të kapi dikon për këpuc, ngrejnë së gëlloj pës të qije. A mund është me tu qitë mobile me një gishë për shumë? Me këshyrë nuk e më këshyrë, po do të me lidhë, edhe për me këshyrë ndesh në dhamë të ngrejnë shemëll, edhe në cëgur në dorë. Në dhamë? Në dhamë. Ma? Po, për besë. Hajtë ngrej me dhamë. Po dhe për qështë më të kapë dikon. Ka po me dhamë së të njakë dikon. Ma shkyn se i kam të sponsorit. Hajde e likëf. Ma për më zban hajgare? Po, vallaj. A je sigurt? I sigurt jam po. A kjo dhome që jaki hitbox? Rëp, po më rëp që? Po dhe bam shef. Që rëp? E këpos në ashtë i këpos. Jo, be Allah, zonë jam i lijet të thila i kam djeju motë. A je për normal posh nerën. Kja është për më të habit. Birë që ta? Hu me mëro? Birë që ta? E, ku pas E tërë. kop që ta? Me qka? Me dora? Po me dorë. Okej. Mo! Ku qëfar dhome, ja? Birë shtu? Birë të ngreje me hunë. A do me hunë gdena. E jetëm habit, ha? Për një me, jetëm habit. Kari si hala mas fort, apo i prit një masanera. Qka për shambull, qka kemi po tash? Okej, në tarmen. Për thonë të Jo, kini së ndër bërë, mjafton, për në tarmen që kemi. ka të më shefta dhe më se më kon fije 50, i Fije? trash, fije 50. Sev, më kon me i hullë se që këtë, dhe më që e përthërkoj dhe më gjishtat, Po? ma mirë hypi për sevi, sura Ma e let. për kamera që i ka. Hyp, nalt. Ma mirë të hypi për sevi se... Jo, me hyp, mu me hyp ti mu as për ceve, as për kështu. Jo, ja, ti je, jo. Hyp nalt, për thua. Ma mirë heci për sevi se me heci për toke. Me dur kështu. Po, sigur, edhe këtë bitë e poshtë shlajv dur, më që jesin full tëm, e shmon tonal. 16 dhej. 16 dhe... 4.0 Po, dhe 16, benzin. Normal. E hiq kështu. Ja, edhe në kru, më kru i vje, vlav jam. Edhe më kru. Qysh me Allah më të kupës që sojnë e mja hi dhem. Po, dhe pës, mu e shë më ndo kom vëm, lirisht më shë vesh, ja. Lirisht? Ja, për trupit knaq që të më rodin, knaqës. Ja. A rinë mirë? A jasdëva shmo? A je pësha paskinjes mo? Shë lirisht, vlav jam.
E për këta të dashur shikues quhet ky emision në Kosovë Show, sepse në Kosovë ka lloj-lloj talent, lloj-lloj njerëz që janë geni, lloj-lloj gjithçka ka në këtë vend. Kemi për shembull rastin e këtij burri, i cili nuk ndjen dhimbje, as nuk ndjen kur gjon trupin e vet, sepse është një trup aq i fortë, aq i guximshëm, aq guri sa nuk mundi me marrë me mend pa pas ofër, domethënë është krejt sikur na me prek gurin origjinal të natyrës. Ja, interesant, që veç prek. Jo, po preka. Prek i mëslaturët më mirë. Guri, vëlla, që kemi prek, guri, vëlla, guri, qërës. Interesant, o kja. Që shbë interesant? Po, dhe. A kështë pas që e ndimu dikush që me dëbërtutin e për naj vend të botës? Ma shumë të përqita komorë dhe nëse ta është Amerikanë të zistran nuk këmjojnë këshora me smira. Sigurisht. Po ta është jo në bas juve i shola. Na e bëm thirrje mas pari njerëz në vendin tonë që me të reklame ta bën një projekt me morë pjesë në Guinness. Inshallah. I bëjmë thirrje këtij vendi, njerëzve që merren me këtë punë, me të çunë garat. Po pak e kam me lagimin e smires, fort është praf. O me djali, shemull të marrë Guinnessa, i ka marrë 5-6. Po, me top. Për me marrë një diplom, shemull një Guinness. Po. Në thashtë i komuna vitinës për do të me dhonë 15.000 euro për me marrë qatë Guinness. Po. Na o lagimi si të kina ka 15.000 euro, mu që kja fletë për më vynë. Atëre... Ki qëtë parë me marrë? Po, normal. O kryje po... Edhe ki nevoj sigurisht? Normal, edhe kina nevoj. Na i bëm thirrje me ta gjithë. Me gjithë ti, ose njerëzit me ndimu ty, në format të ndryshme që ti me përfacu, pse mos me morë pjesë për shembull në Guinness për lloj-lloj, aty ka lloj-lloj disiplinash sportive për tërheqje, për gjithçka. Normal se edhe çki gesht ose sukur tash ti ish dorën me ngele. Cili? Sukur më të kap me qëta. Çe e gisht yt? Po, bashkëmesi. Po shkej shumë lehtë, mos u thot. Mo, veç mos marrë na fort, ja. Mo gim. Shemull, ti trose shemull se të gesht. Shokimetrus do kjo është. Po dhe e truse. Apo një dhim... Po që s'po një dhimbje? Kja më veç pagës, vlavi. Edhe në kja se më dhim është, edhe do të më tilshu pak edhe ty do sene, se më të shtrëngu shumë, po të ka dhe këj gesht një 3 det, ki dhim që paradoks. Në të përdi se... Mos e përvona ku mja bo kështu se për mësë njeri. Jaj, mishtë më thejshin Ramez... Mishtë tu? Po dhe mishtë e me më ka dhejshin, pëse ti edhe mos më na tregu, vlazninja, po dhe që e ki këta aftësi sen. Pa thash o bas, thash më të pas kalzu ty se që ka bajon dhe ma këshin nali gruën me njerë. Të dashur shikues, ishim me Ramizin një burr që nuk ndjen dhimbje, as të djegt, as nga goditjet, as nga ftofti, as nga diell. Bjell kuar në herë ty ku shkosh në det kështu? Po mbin, edhe në shamon, edhe që gjigna për shpeti, ja, në që se gjigna për ka dalë, të një vjen një gjyrë kafe. E mirë është. E mirë si çokoladë. Si çokoladë? Po. Djali i ri, po. Që se nuk gutna, edhe në gutna, po. Edhe më gjek pak, ata varë, edhe në... Çka ishe thonë sonde njerëzve që po shojnë këtu, për fund? Për fund, faleminderit shumë, jam i knasht me këto farafësijat e mia, edhe t'juvet. Faleminderit shumë. Fala i banë Ramez Smira të gjithë shqiptarijës anë mbanë botës ku gjingta. Faleminderit shumë. Ju dua shumë, ljo që kënjavë hongë këta. Faleminderit shumë. Të dashur publik, ato që ka i po të sonte me Ramizin, mos i provonin të shpite juve sepse janë të ndalume. Dhe më thonë, i banë vetëm Ramizit. Çdo gjë që e keni po sonte këtu, mos i provonin shpi, sepse muni mu lëndu keq. Këtu që ka i ka bo Ramizi, që ka mu... Më shalire se më knaqë, ola, gjekësimi më knaqë. Edhe ka kjo, edhe me katron. Më dhimës pak rrypin dhe se kërset ke, u shkoq pak, po e bljen 3 pak. Ska lidhje, jo, kemi na ato që kujdeset për neve, amo rrypi u preshka është original, i Lambertit, e dhëmt e Ramizit nuk u preshkan. Po që jo shkoq ke kërset ke, e diktëjsha, po më dhimë të rrypin të koka i mirë, po është nash e bljen. Faleminderit shumë publikit tanë, shkojmë me marketing dhe themi në pjesën e fundit për këtë javë. Faleminderit. Jemi rikthyer në pjesën e fundit për këtë javë. Tani me kjo emision është bërë një orë për promovimin e talentëve të ri, sidomos atyre që janë në moshën e vogël dhe janë në ardhje e sipër. Sonte kemi një rast të tillë, i cili na vjen nga Lipjani. Nga Lipjani dhe quhet? Erdan Haziri. Dhe është në klasën e? 7. Ma herët kur ke edhe Dauti ishe pak, po e dam për mbërësiren për fund. Pse me këndim të regon ati? Hajde, pse me kënu? Pse mos me lujtë futbol, për shembull për Republikën e Kosovës? Po, dhe i në kongë.
Zërin, që ma ka folë zëti edhe. Po, edhe pamjen e pas ke shumë bukur. Tregona cili këngëtar të pëlqen ty kështu? Po, Duli, Mentori, qëta. Kush janë këta Duli dhe Mentori? Po, janë këngëtar djetër edhe. Gjysh më Duli Mentori vjetë ata janë 3. Po, I përshëndesim dy kolegë e bukuroshit që sonte për përshëndet Dulin dhe Mentorin, meqet e këtij emisioni. Mirë, klasën e the? 7. Klasën e 7. Apo këndon në shkollë? Po, Çka po thonë mësuesi muzikës ose mësuesja? mirë shumë. Shkon në emision. A ke pasur këtë emision vazhdimisht? Po, A ke pa atë fëmijën e vogël që kemi pas në për çdo emision? Më herët. Cilit ka pëlqyer më shumë? po, Eriodi që u ko ma shumë. Vendasje e ki, që lokalisti, që ka që i vogël, ka i veti, bravo. Qka do më nga këndu sonte? Kongën më rafjallë. Kongën mora fjallë. Atëherë unë dë më ullë të veni jam atje dhe më ndëgju ty, okej? Po. Shkojmë. Mora fjale, mora vargun, mora gjanekun, me I thune kong. Me I thune kong, vash legjen dari ti këndoj. Ti këndoj, ademja shari ti këndoj. Ta sa vjet se shebre kazin dhe re qakun. Ta sa vjet se shedre nitën. Ta sa vjet dhe Mitrovicën. Ta sa vjet Që po thaj zoshe malit dhe bylbyla gjovadem. Po thonë lullet dhe dranë do fila gjovadem. Po thotë konga thonë dhe trima gjovadem. Mora fjale, mora vargun, mora qanekun, me I thune kong. Me I thune kong, bash legjen dari ti këndoj. Ti këndoj, ademja shari ti këndoj. Shkoj ti them se gjaku I ti është vet liria që ka ardh. Në Kosovë mbrigje drinit kjo liri. Ja vladit I ballin e trimit, ja vladit. Bravo Bukurash! Bravo Bukurash! Me qenë se je Lipianit, do t'i falenderoj dy kompani bashkëpunëtorët e këtij emisioni, ata që dëshirojnë të ndëgjojnë muzikë live nga e hënën atë diel, kanë vetëm një adresë në rrethinjtë të Prishtinës, konkretisht tek babushi Muhaxherve Princesha Pallas, një vend ku aktorni dhe kënaqeni me muzikë live me këngëtarët më të mirë të estradës tonë shqiptare. Jemi në Lipian përsëri të Sebe Bajramit, e kompani e cila ndërtoi gjysmën e Prishtinës nga themelet e deri tek cilcat e shtëpisë tuaj, por e kanë specialitet fasadën. Tani më është koha kur shtëpit duan dhe të duken të bukura, drejtohuni tek Sebe Bajrami Banull Lipian. Faleminderit shumë. Jemi krejtësisht në fund të këtij emisioni për këtë javë, duke falendëruar stafin realizues të këtij emisioni, publikun që ke sonte këtu në sallë dhe ata që na shikojnë vazhdimisht çdo javë. Pesho këtu edhe përballë studion Urban Rekord, I cili vazhdimisht na përcjell me fotografi profesionale. E falenderojmë shumë drejtorin dhe stafin e tij realizues pra Urban Rekord në Prishtinë. Falenderoj shumë publikut dashur që na ndiqni çdo javë, zotë diel. Falenderim pafund të gjitha portaleve shqiptare që emisionin ton në masë të madhe e përcjellin dhe e bëjnë shpërndarjen dhe citimin e këtij emisioni. Faleminderit shumë portalet shqiptare në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe në diasporë. Për përfundojmë për sonte, çka më thon? Fidan, a e mbyllim? Publikut dashur,
unë natën e mirë për cilën e fitoni. Mos e prish atë betim, ti s'ke qenë kismetim. Lutjen mos ma dëgjo, mos u kthe, mos u pendo. S'mundem lotin me tafshi, se dy duart më janë ngri. Jam bakule, jam babor, nuk po mundem me heq dorë. Por ti shko, oh shko, vetëm shko. Mos u pendo, oh shko, vetëm shko. Kokën ullur mos e mbaj, pse duhemi s'kemi faj. Mos gabo forcën me hum, se nuk patëm tjetër rrugë. Kokën ullur mos e mbaj, pse duhemi s'kemi faj. Mos gabo forcën me hum, se nuk patëm tjetër rrugë. Mos e prish atë betim, ti s'ke qenë kismetim. Lutjen mos ma dëgjo, mos u kthe, mos u pendo. S'mundem lotin me tafshi, se dy duart më janë ngri. Jam bakule, jam babor, nuk po mundem me heq dorë. Por ti shko, oh shko, vetëm shko. Mos u pendo, oh shko, vetëm shko. Kokën ullur mos e mbaj, pse duhemi s'kemi faj. Mos gabo forcën me hum, se nuk patëm tjetër rrugë. Kokën ullur mos e mbaj, pse duhemi s'kemi faj. Mos gabo forcën me hum, se nuk patëm tjetër rrugë. Mos gabo forcën me hum, se nuk patëm tjetër rrugë.